Shikues të nderuar, përshëndetje. Jemi sërish në dritë në oqean në këtë mbrëmje të së premtes. Do të flasim sërish për politikën, për gëlimin e saj, për ato që produkton për ditë. Për të ndalur në një analizë paksa ndryshe, do thosha, duke bërë një skanim të asaj që ka zhvilluar gjatë këtyre viteve Partia Demokratike, duke e vendosur balancë edhe me opozitbërjen, do thosha, Partisë Socialiste, edhe më gjerë si ka funksionuar politika e re ose ashtu quajtura politika e re, pjesëmarrja në forumet rinore të Partisë Demokratike, sa e strukturuar ka qenë kjo forcë për të ndalur pasaj dhe tek zhvillimet më gjerë të politikës, tek ajo që pritet teksa kemi një shans pozitiv si ajo ftesë që është bërë për statusin kandidat, por edhe për të parashikuar në një farë mënyrë, jo për të bërë orakulli, por për të parashikuar zgjedhjet e 2013-s. Kam të thuar sot në studio kryetarin e forumit rinor të Partisë Demokratike për Vlorën, zotin Armando Cakran, i cili është një herë antar i kryesisë. Përshëndetje, mirë se erdhët, zoti Cakran. Kam kënaqësinë që të kem në studio dhe kolegun tim Vangjel Sako. Mirë se erdhët, zoti Sako. Do doja, zoti Cakrani, ta nisnim konkretisht me një vlerësim të atij produktiviteti që ka pasur forca, forumi rinor i Partisë Demokratike, mënyra e përfshirjes brenda këtij forumi dhe sa akses ka patur kjo organizatë, do thosha, brenda Partisë Demokratike në total. Atëherë, duke i referuar pyetjes tuaj, ajo që mund t'ju them dhe që është evidente dhe që dihet nga të gjithë, jo vetëm në Vlorë, por edhe nga Partia Demokratike në qendër, është roli i madh që ka pasur rinia në qytetin e Vlorës, jo vetëm gjatë qeverisjes 2005-2012, por për sa i përket riorganizimit Partisë Demokratike që nga viti 1997 deri në vitin 2005 ku Partia Demokratike ka ardhur në pushtet. Një riorganizim i cili ka qenë i fortë, i vështirë, duke ka pasur parasysh ato vite të cilat ishin vite jo komode për të bërë opozitë, krahasuar me opozitën e sotme e cila ka kushtet maksimale për të qenë e tillë. Nga ana jonë është bërë strukturimi në bazë statutit Partisë Demokratike, ku kemi ngritur gjitha seksionet të cilat përkojnë me një qendër votimi, pra ne kemi një seksion, një qendër votimi. Kemi kryetarët e partive demokratike të cilat drejtojnë në rang komune, pra një kryetar partie për çdo komunë, dhe për t'ju kthyer qytetit kemi grup seksionet që përkojnë me një qendër elektorale dhe kemi 5 të tilla në qytetin e Vlorës, të cilat përkojnë me 5 qendrat elektorale që ka qyteti i Vlorës. Duke sjell kështu një organizim shumë të mirë dhe shumë të madh, i cili bëri të mundur fitoren tonë 2005 në qytetin e Vlorës. Përveç se anës formale, do të thoshte, sepse ka një anë formale, ka dhe një anë brendie për mbajtje. Sigurisht një forcë politike kur është në opozitë është më e organizuar, më e strukturuar, sepse ka si pikë kulmore apo si synim ardhin në pushtet, por duket sikur bie në një lloj gjendje dremegjumje, le ta quajmë, jo funksionimi konkret real në kohën kur është në pushtet. A ka ndodhur diçka e tillë me Partinë Demokratike, sepse shpesh edhe në media të ndryshme është hetur ideja që janë ineficiente organizata ndryshme. Doja ta kundërshtoja mendimin tuaj për një arsye shumë të thjeshtë. Ne kemi demonstruar që nga ardhja jonë në pushtet në 2005, kemi demonstruar që Partia Demokratike ka vazhduar të bëhet akoma më e fortë, dhe kjo ka qenë, duke parë këtë organizim akoma dhe më të fortë, ne kemi arritur që kemi rezultate shumë të mira qoftë në zgjedhjet lokale të vitit 2007, por edhe në zgjedhjet parlamentare të vitit 2009. Rezultati i cili ka ardhur në sajt punës së madhe të strukturave të Partisë Demokratike, të cilat janë angazhuar jo vetëm në forcimin e këtyre strukturave, por dhe në qeverisjen e Partisë Demokratike në nivel lokal. Unë mund t'ju garantoj që ne jemi në një fazë, vetëm në vitin 2009, Partia Demokratike ka pasur një rritje në elektorat, po themi me një shifër rreth 600 veta brenda 3 muajve, në shifër e cila bëri të mundur një angazhim maksimal të gjithë të rinjve, se pjesa më e madhe këtyre ishin të rinj, dhe kjo solli dhe fitoren tonë në vitin 2009, e cila ishte një fitore shumë e madhe, jo vetëm për Partinë Demokratike, po për gjithë Shqipërinë. Tash më fal, bëra dua të më hakun tuaj me që ju kundërshtoj zoti Cakrani, me që më vi nga Vlora dhe në fakt ndodhem në pozicion që të vështirë në bisedë, sepse unë shtroj pyetjet. Jo, jam në një pozicion të vështirë sepse shpirtërisht jam me Armando, jemi miq, jemi të afërt, të rrim bashkë, erdhëm bashkë në Fier, po profesioni nuk më le të bëj kompromise, kështu që dua ta kundërshtoj. Në fakt ju e quajtët fitore të zgjedhjeve lokale. Unë nuk mendoj se është fitore e zgjedhjeve lokale e Partisë Demokratike, sepse ju në qakun e Vlorës nuk morët asnjë
bashki. Kështu që jemi çik më të saktë në këtë aspekt. Ju mund të keni rritje nga një vit në vitin tjetër, nga një zgjedhje në zgjedhjen tjetër, por unë mendoj që nuk mund të quhet sukses zgjedhjet lokale. Shiko, unë edhe njerë përsëri dhe Evangelin dua ta kundërshtoj, nuk mund të bëjmë përcaktime për sa i përket bastioneve. Ju po thoni që Vlora është një bastion i të majtës. Për shifrat përgjithshme ajo që mund të konfirmoj unë është që ne kemi qeverisur Bashkinë e Orikumit, e cila është nga bashkitë më të rëndësishme për sa i përket zhvillimit turizmit, po dhe gjithë rajonit duke kaluar dhe mëtej në Bregdet. Një bashki e cila lidh Vlorën me gjithë Bregdetin dhe i ka sjell Vlorës shumë të ardhura për sa i përket turistëve të cilët janë akomoduar në atë bashki. Gjithashtu mund të konfirmoj që ne kemi qeverisur qarkun, kemi pasur drejtimin e qarkut Vlorës dhe vazhdojmë ta kemi drejtimin e qarkut Vlorës. Për sa i përket bashkisë Vlorës, mund t'ju them që neve kemi një rritje frekuente të votave në bashkinë e Vlorës dhe besoj që në të ardhmen do të kemi surpriza të tjera, të cilat nuk janë thjesht surpriza, po janë rezultati punës që ka bërë qeveria në nivel qendror, por dhe strukturat e qeverisë në nivel lokal, të cilat janë të angazhuara për të ndryshuar faqen Vlorës, ashtu siç kemi ndryshuar faqen dhe Shqipërisë. Megjithatë më lejohet të ndërhyj në këtë pikë, se nuk është e pak që të fitosh 3 mandate si kryebashkiak i Vlorës, do të jetë një forcë e majtë. Edhe kjo nuk duhet të harruar. Ju mund të fitoni ndoshta edhe për shkak të konsumit funksional që mund të ketë zoti Qiga. Jo, unë do të sjell në vëmendjen tuaj që në Shqipëri zgjedhjet kanë pasur problematikën e tyre dhe vetëm zgjedhjet e fundit mund të quhen zgjedhje të cilat kanë arritur një farë standarde të cilat na çuan ne për drejt Bashkimit Evropian, ku u bë liberalizimi i vizave dhe një sër faktorësh tjerë pozitiv. Zgjedhjet e 2011-s apo 2009-s? Të 2009-s. Të kundërshtuara aq fort nga opozita. Të kundërshtuara aq fort dhe kundërshtimi aq fort i opozitës solli atë që pritej statusin e kushtëzuar. Bllokimi 2 vjeçar i bërë nga ana e Partisë Socialiste. Do të kemi kohë për të prekur edhe këtë çështje. Zoti Cagrani, çdo të drejtosh forumi rinor të Partisë Demokratike në një qytet si Vlora, që po të bëjmë edhe sërish një kthim pas, jo përmend pak 97-ën që ka qenë një moment jo shumë i lehtë, po e them me eufemizëm, për sa i përket situatës që ka qenë qytetin bregdetar, aq më tepër për forcën tuaj politike. Çdo do të jesh një ndër interlokutorët e kësaj force politike, të jesh konturi i së ardhmes Partisë Demokratike. Shiko, drejtimi i forumit rinor është një përgjegjësi shumë e madhe, përveç se është një privilegj. Për vetë historikun që mbart ky forum, i cili Partia Demokratike, siç e dim të gjithë, në vitet 90 ka qenë e themeluar prej studentëve, të cilët bën të mundur që të krijojë Partia Demokratike dhe në Shqipëri të vinin forcat të cilat do të qeverisnin në mënyrë demokratike. Ne mund të themi vetëm që forumi rinor ka pasur një histori suksesi, që nga viti 92 deri sot, histori suksesi që do të kemi kohë ta zhvillojmë në vazhdimsi e sipër për gjithë ato figura të cilët kanë drejtuar këtë forum dhe kanë bërë të mundur që Shqipëria të jetë në një stad shumë të avancuar për shkak edhe të qeverisjes nga njerëz të cilët kanë dalë dhe kanë drejtuar forumin rinor dhe sot janë ndër personazhet më të rëndësishëm në jetën politike në vend. Le ndalemi pak tek Vlora, duke lënë mënjan edhe modestim paksa, sepse ju keni funksionin e drejtuesit të këtij forumi. Çfarë indicie pozitive ndjeni në këto vite apo në këto kohë që ju drejtoni këtë forum të kësaj force politike? Ndjeni komod në këtë pozicion? A ndjet zëri të rinjve brenda kësaj force politike? A ka prurje në? Shiko, dua të sjell në vëmendjen tuaj që në qytetin e Vlorës rinia ka pasur një ofë shumë të madh dhe një kthim besimi kundrejt Partisë Demokratike, fal edhe punës forumit rinor, i cili ka bërë një punë kolosale në bashkëpunim gjithmonë dhe me strukturat e larta drejtuese të Partisë Demokratike, por ne jemi munduar dhe kemi arritur që me punën tonë t'i kthejmë punën tonë, po flasim partijake, por dhe punën tonë qeverisë në nivel lokal, t'i kthejmë besimin të rinjve që ata të bëjmë pjesë e ndryshimit dhe ne dhe motoja jonë të gjithë këtyre viteve në përfushata ka qenë për të kthyer besimin njerëzve, për t'i bërë ata që të përfshihen brenda Partisë Demokratike për dhënë kontributin e tyre që doja thoja që ka qenë dhe do të vazhdoj të jetë shumë i çmuar për të çuar përpara atë që kemi qëllim gjithë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kolegu Sako, në vijim të asaj që përmendi zoti Cagrani, unë doja që ju jeni më objektiv, jo se paraqyjoj vlerësimin e zotit Cagrani, por nga që është i përfshirë në struktura dhe sigurisht përfaqëson një filozofi politike. Ne jemi konstatues në fundit, por
le ta supozojmë në një moment se është hipotetike. Duket sikur shpesh forumet rinore janë pjesë e fasadës politike. Pra kur vjen momenti vetëm për të propaganduar në sytë publikut, në sytë elektoratit dhe më së shumti shfrytëzohen vetëm në momente delikate kur kemi të bëjmë me zgjedhje elektorale. Jo, të paktën në qytetin e Vlorës, aq sa njoh unë dhe mendoj se njoh mirë edhe forumin rinor të Partisë Demokratike dhe forumin opozitar të tyre. Nuk është ashtu. Në Vlorë bëhet një punë e përgjegjshme, po them unë, për të afruar rinin pranë partisë. Edhe nëse e kundërshtova aq parë zotin Çakrani, jam dakord me mendimin që tha ai që në çdo vit në Vlorë Partia Demokratike ka rritje. Edhe në zgjedhjet e fundit. Unë nuk isha dakord që tha kishim sukses, kishim arritje, kishim fitore, po sukses ka patur, sepse diferenca midis fituesit të zgjedhjeve të mëparshme me zgjedhjet e fundit ishte shumë i ngushtë. Pra ka progres në shifra, ka progres në ka thithjet e elektoratit në drejtim të Partisë Demokratike. Dhe një nga meritat e këtij progresi është edhe puna që bën Forumi Rinor i Partisë Demokratike. Po nuk i shmangemi dot asaj që keni konstatuar dhe ju, që përbëhet fasad. Sidomos unë e thash hipotetike. Jo, është reale, nuk është hipotetike, sepse ndodh më shumë me ata që janë në pushtet. Sepse duke qenë në pushtet, merren me shtetin edhe lënë pas dore partinë. Kjo është e vërtetë. Nëse shikojmë për shembull, marrim shembull edhe nga Partia Demokratike në Qendër që ka gjithë këto vite që nuk ka bërë një zgjedhje të rregullt jashtë statutit, dhe kanë thyer statutin, sepse rendja pas punës shtetërore e ka lënë pas dore pak partinë. Megjithatë unë konstatoj, nuk e di, nuk e them për të bërë elogje Çakranit, po vërej që në Vlorë Forumi i Partisë Demokratike ka zhvilluar pas here manifestime, veprimtari të ndryshme, ashtu siç ka zhvilluar edhe Forumi i Partisë Socialiste, jo në galë me njëri tjetrin, po secili në llogoret e veta. E qartë. Zoti Çakrani, çfarë duhet ta nxjisë apo ta motivojë një të ri për të bërë pjesë e politikës sot? A krijon politika atë habitatin e dur që njëri të përfshihet në gjinën e saj? A ka aksese të dhura politika në Shqipëri flas? A ka një model apo jo një model, por modele të cilat me të vërtetë bëhen le të them kësaj muz frymëzimi për një të ri i cili nesër kërkon të printojë të ardhmen e tij në politikë? Shiko, ajo që mund të konfirmoj unë është që të rinjt sot ndihen më të motivuar për një arsye shumë thjeshtë sepse kanë një model. Ky model është model i qartë, modeli i qeverisjes son, qoftë në nivel lokal por edhe në nivel qendror, modeli i cili ka sjellë Shqipërisë jo pak suksese dhe jo pak avantazhe në fushën politike por dhe sociale. Mos harrojmë që Shqipëria në vitin 2005 erdhi nga një skamje shumë e madhe, po flas në disa fusha pati probleme shumë të mëdha. Mund t'ju konfirmoj këtu që në Shqipëri në vitin 2005 mbizotronin bandat dhe ju shumë mirë këtu në Fier e dini, por dhe në Lushje. Qeveria shqiptare ka eliminuar mbi 200 banda të cilat i ka çuar grupe kriminale të cilat i ka çuar përpara drejtësisë. Dhe kjo ka ardhur saj punës qeverisë, por dhe angazhimit të jetë maksimal për kohën të ish ministrit brendshëm zotit Oldashi, i cili për respekt shikuesve mund të themi që vinte nga fusha e Forumit Rinor, pra ishte ish kryetari i Forumit Rinor, i cili mori përsipër një barë shumë të rëndë për të bërë të mundur që Shqipëria të kalonte ato pengesa të cilat kishin vite që artikuloheshin nga ndërkombëtarët si pengesa shumë serioze për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjithashtu mund t'ju them se Shqipëria vinte nga një errësirë totale. Në Shqipëri kishte mungesë të theksuar të dritave me orë të tëra, por dhe me ditë të tëra. Fenomeni i cili sot duket si shumë i largët, por para disa vitesh ka qenë shumë i afërt. Kjo tregon që ne kemi çuar Shqipërinë, kemi eliminuar. Sot kemi probleme tjera me Çezin gjithsesi po. Pavarësisht saj, shqiptarët nuk mund të ankohen më për problemet theksuara me drita. Mos harrojmë që në Shqipëri iknin drita të 10 deri në 12 orë. Për fatura forfe. Problemet që ju konstatoni për sa i përket Çezit janë probleme që kanë konstatuar dhe kryeministri i Shqipërisë dhe ministri i Financave dhe zoti Bode, i cili ka kërcënuar, po ta them me termin më të fortë, ka kërcënuar Çezin që do të ketë probleme serioze nëse nuk rishikon qëndrimin e saj ndaj qytetarëve shqiptar. Gjithashtu mund t'ju them që ne e morëm Shqipërinë me rroga minimale dhe ajo që puna e parë që bëri qeveria shqiptare në drejtimin e kryeministrit,
bëri dyfishimin e rrogave, cilat ishte dhe vazhdon të ketë nga vitin në vit ka pasur rritje të rrogave. Shqipëria ka pasur një rritje 3 deri në 4% çdo vit. Në Shqipërinë, qeveria shqiptare e drejtuar nga Partia Demokratike e mori në kushtet e mungesës së çdo lloj rruge të mundshme në Shqipëri, pra të gjitha rrugët nacionale dhe ato rurale ishin pothuajse të pakalueshme. Sot që flasim kemi një realitet tjetër nga ai që kemi parë më përpara, dhe të gjitha këto reforma u arritën në staj të punës së drejtuesve të Partisë Demokratike, të cilët bën të mundur që të ulej niveli korrupsionit në drejtorinë e tatimeve dhe doganave, të cilat sollën më shumë të ardhura që bën të mundur ndërtimin e këtyre rrugëve. Gjithashtu, mund t'ju them që si shkak i këtyre rezultateve të qeverisë shqiptare ne arritëm që të antarësoheshim në NATO, që ishte një ëndër për Shqipërinë, por që u bë realitet. Dhe kur flasim këtu për arritje, duhet patjetër që të bëjmë krahasim, sepse është i vetmi matës që na çon neve drejt rrugës që duam. Por gjithashtu ne me punën tonë bëm të mundur që Shqipëria të liberalizonte vizat. Mos ta harrojmë që shqiptarët të rinin në radha të tëra përpara konsullatave dhe ambasadave në Tiranë, por dhe në konsulatat në Vlorë dhe në Shkodër, ku ne e kishim ëndër që të merrim një vizë për të shkuar jashtë shtetit, ku sot që flasim kemi një realitet tjetër, ku shqiptarët vazhdojnë të lëvizin lirisht dhe do të kenë mundësinë të lëvizin lirisht, boll që të respektojnë ato pak rregulla minimale të vendosura nga Bashkimi Evropian. Unë kam idenë se krahasimi duhet bërë në fakt në një tjetër lloj optike, nuk duhet bërë me atë çka kishte bërë Partia Socialiste deri në 2005, por çfarë është bërë nga ana e Partisë Demokratike dhe çfarë mund të ishte bërë, sepse kemi dhe distancën kohore. Nëse flasim 2005 me 2012 është dhe progresi, nuk mund të pretendojmë që nëse do të ishte Partia Socialiste në pushtet nuk do të kishte bërë të paktën them disa syresh nga këto arritje. Jo, për të vazhduar idenë e kolegut, mua nuk më duket kaq shesh me lule zoti Cakani, sepse ju bëhet mirë që përmendët arritjet më të mëdha të Shqipërisë në këto vite. Të gjithë jemi konshient që kjo ka ndodhur, por janë disa pikë pyetje mbrapa që ne duhet na shqetësojnë. Për shembull, ju përmendët futën në NATO, unë vi nga fusha e ushtrisë edhe një pak më gjerë këtë problem. Dhe po ju them, jo me bindjen time, po edhe me bindjen e shumë kolegëve të tjerë ushtarak, që futja në NATO nuk ishte një futje partneriteti, një futje shpatull më shpatull. Futja në NATO më tepër ishte një mëshirë që ju bësh Shqipërisë. Sepse nëse thua u futën në NATO dhe ushtari amerikan bën protest dhe grev se nuk ka 5 shishe birë kur është në frontin e luftës, në Shqipëri akoma oficeri shqiptar ha buk me djathë me gjizë. Zoti Vangjeli, ka një artikulim nga ndërkombëtarët. Të jemi realist. Ka një artikulim nga ndërkombëtarët që ne nuk bëjmë dhurata. Pyetjes së Ilva Tares, drejtuar Komisionit Bashkimit Evropian, që ai ishte dhënia e statusit një dhuratë për qeverinë shqiptare, dhe përgjigjja e Komisionit Evropian ishte ne nuk bëjmë dhurata. Zoti Armando, zoti Cakani, kjo është gjua diplomatike që përdoret Zoti Vangjeli, jesh i sigurt që Bashkimi Evropian dhe NATO nuk bën dhurata. Midis shteteve, po ju përmendët rrugët. Se po të për të bërë dhurata ja kish bërë qeverisë socialiste për të tjerë. Ju për shembull përmendët rrugët. Ju bëj një pyetje fare të thjeshtë, edhe për të ndesur bisedën, ë? Po, patjetër. Jo thjesht për të bërë opozitën e diallit. Më thoni, cila rrugë e re përveç rrugës së Kombit është hapur në Shqipëri? Në Shqipëri janë disa Cila rrugë, më thoni një rrugë të re? Jo, më thoni ju, zoti Vangjeli, si shkonit nga Vlora në Fier dhe si shkoni sot? Ishin 20 makina dhe shkonim në asfalt. Tash janë shtuar janë bërë 2 milion makina. Rruga Vlorë-Levan. Më thoni një rrugë të re që është hapur në Shqipëri. Një rrugë e re është rruga Levan-Tepelen. Levan-Tepelen. Kur ka filluar? Sa është investimi dhe kur do mbaroj? Rruga Levan-Tepelen ka mbaruar në 65% punimeve, zoti Vangjeli. Unë nuk jam specialist i rrugëve, po jam i sigurt që në asnjë vend të botës, të lutem, po flasim kaq shumë dhe me kalinë. Ne jemi duke folur përpara qytetarëve të Fierit, por dhe çik më gjerë. Ajo që mund të shikojnë gjithë është që ne po të hyjmë në Levan dhe të shikojmë dhe të vazhdojmë të ecim përgjatë gjithë rrugës, shikojmë që kemi një rrugë të re me standarde. Gjithashtu po duhet të thojmë nga Levan i Vlorë, shikojmë që kemi një rrugë krejtësisht të ndërtuar nga e para. Jo, këtu s'jam dakord. Rruga Levan Vlorë, kemi të ndërgjegjshëm. Rruga Levan Vlorë është rrugë e ndërtuar nga e para. Të lutem, kryeministri shqiptar e ka inauguruar 3 herë. Unë kam marrë pjesë në 3 inaugurimet
Dhe në një prej inaugurimeve edhe kam provokuar personalisht kryeministin shqiptar, i kam thënë kur do mbarojnë këto inaugurime. Të të bëj unë një pyetje zoti Evangjeli, Pra, rruga kur ka e Leva filluar? Vlorë është rrugë e re apo është mbi rrugën Rrugë e re, ekzistuese? kur ka filluar? Ka filluar në vitin 2005. Sa që investimi? Nuk ka rëndësi kjo Kur do rëndësi mbaroj? ka çfarë prekin qytetarët. Jo, kur do mbaroj? Ka Okej. prekin qytetarët zoti. Atëherë po më bëni një krahasim me një kamerën tuaj të para disa viteve, më nxjini kasetat e qytetit Fierit dhe më demonstroni qytetin e Fierit sot dhe qytetin e Fierit para 8 vjetësh. Progresi ekonomik është i pandashëm nga progresi kohor, zoti Çakrani. Kalojnë vite edhe do apo s'do ti. Është PD-ja, apo është PS-ja, apo është edhe Partia Komuniste, progresi ekonomik është i pandashëm. Jo, kjo zoti Evangjeli Mi ka po, ardhur për ritmet shkak të e reformave të progresit, qeverisë shqiptare. të lutem, ritmet e progresit tregojnë aftësinë e një qeverisje. Nëse duke u zbaritur gjithkohë, tregon që qeverisja nuk është në shkallën Aftësia e qeverisë tonë ishte që luftoi krimin dhe kontrabandën, luftoi evazionin fiskal, ku nuk arrinte që të bëj planin nëpër tatimet në dogana. Tani të flasim atë që është. Ne për shkak të rezultatit lartë që kemi pasur në mbledhjen e taksave në tatimet dhe në dogana, kemi arritur që me ato lekë të shërbejmë qytetarëve shqiptar për të ndryshuar faqen Fierit, Vlorës dhe gjithë Shqipërisë. Po unë kam qef kur ju përmendni rritjen e rrogave, ku rrogat rriten me 5.000 lekë Nuk në janë vit. rritur, janë dyfishuar rrogat. Janë dyfishuar. Po. Sa janë bërë çmimet? Çmimi i bukës janë dyfishuar. Që do të panë që Jo, ka jo, forti. zoti Evangjeli, Okej, s'është le- rrogat. le- Edhe rritjen e Nuk çmimeve. është Le të ky fokusojmë realiteti sërish. që doni të Zoti na Zagrani, demonstroni. le të fokusojmë sërish tek thelbi i Edhe një herë, asaj për ta mbyllur arsyetimin tim, ajo që mund të shikojmë gjithë sot është ne kemi një rrugë Levan Tepelen e cila është krejt e re e bërë nga fillimi, e cila ka arritur në atë stad që ka arritur dhe është duke përfunduar. Nuk e mohon njerëzit. Të gjithë qytetarët shqiptarë din këtë, sidomos qarku i Fierit dhe i Vlorës. Kemi një rrugë Levan Vlorë e cila është tërësisht e përfunduar sipas parametrave të Bashkimit Evropian me kritere, me një rrugë model për të marrë shembull nga të gjithë. Kemi rrugën Lushnje Fier e cila është një rrugë e mbaruar. Lushnje Brostar. Lushnje Fier, po Jo, Lushnje që Brostar. nga rreth rrotullimi deri në Fier rruga është bërë krejtësisht e re. Po deri në Brostar, jo deri në Fier. Le të prekim konkretisht thelbin e asaj pyetje që unë bëra pak më parë. Folëm për të rinj të cilët duhet të kenë një model frymëzimi, sepse nga një anë ka një lloj kontestimi nga ana e qytetarëve shqiptar për modelin që dhuron politika sot, dhe nga ana tjetër shohim që ka shumë prurje apo dyndje të të rinjve brenda politikës. Duket sikur ka një lloj kontrasti. Pra, a ka një model të pranueshëm politika shqiptare është në ato stade të paraqitjes së saj apo të prezantimit të saj për të pasur kaq shumë të rinj? Unë sapo fola për model. Më fal, edhe diçka e tillë. Shohim që shpesh të rinjt ndoshta vinë nga shoqëria civile, teksa dalin foltoreve për një konferencë përshtyp, flasin me zërin e liderit të partisë tyre. Jo, s'është ashtu. Ne kemi ku të bazohemi, gjithë rinia ka ku të bazohet, ne kemi modele qeverisëse, kemi dhe modele me emra personal. Mund të përmendim disa në mos një. Modele suksesi të cilët kanë bërë që Shqipëria të jetë kjo që është, model suksesi e keni këtu në qarkun e Fierit, zoti Joldashi është model suksesi për qeverinë shqiptare, qoftë në pozicionin e ministrit brendshëm, por qoftë edhe në pozicionin e ministrit të transporteve. Askush nuk mund ta mohojë atë që ka ndodhur në Shqipëri gjatë periudhës të qenies së zotit Joldashi ministri brendshëm. Të gjithë e dinë shumë mirë se si është goditur krimi. Mos harrim dhe akuzat që janë ndaj tij veç. Pra, edhe këto nuk mund ta anashkalojmë sepse do t'i shohim të dy kahet, akuzat nderuar zotëri, akuzat vërtetohen nga prokuroria, nuk vërtetohen në rrugëve apo në për foltoret e Partisë Socialiste. Ne po themi për atë që prekin qytetarët. Qytetarët nuk kanë më banda, grupe kriminale rrugëve, nuk kanë më rrugë të pashtruara, nuk kanë më modele më të këqija të mundshme të bashkëpunimit politikanëve me bandat armatosur dhe me grupe kriminale, të cilët shoqëroheshin dhe britin me makinat e deputetëve. Stopot, lutem. Po nëse do të flasim për shifrat e krimit dhe të përgjakjes së rrugëve të tjera, vetëm gjatë muajve të beharit, gjatë muajve të këtij viti që kaloi, apo kjo do të thotë se nuk është më zoti Joldashi ministri. Pra janë shifra alarmante sërish. Askush nuk e mohon që Shqipëria vazhdon të ketë probleme, por probleme të cilat kanë ardhur duke u minimizuar. Po të shikojmë pjesa më e madhe e krimeve janë krime në familje, të cilat për nga natyra e tyre janë të vështira për të zbuluar. Ne kemi krime të cilat kërkohet një punë kolosale për të parandaluar si krime, por po të shikojmë me vëmendje të gjitha krimet të cilat kanë ndodhur në Republikën e Shqipërisë, 95% e këtyre krimeve autori është kapur në kohë rekord. Por nuk mund parandalojmë krimet të cilat buri vret gruan dhe babai vret djalin, sepse askush nuk është në mendjen e tyre për të parë se si do veproj. Por
Kur u mora model zotin Oldashi, mund t'ju marr modele dhe zotin Oka, dhe zotin Oka ka qenë sekretari i përgjithshëm i Forumit Rinor. Model qeverisje është, po ne kemi modele tjera qeverisje. Kryeregjistruesi i Republikës Shqipërisë zoti Arben Shiriaku është një model qeverisje e cila ka kthyer hipotekat në një institucion shumë të mirë shërbimi, ku qytetarët shqiptarë nuk vazhdojnë të rinë me ditë, me muaj dhe me vite të tëra para hipotekave për të mbaruar një punë. Model qeverisje mund t'ju them prefekti Tiranës dhe sekretari i përgjithshëm aktual i forumit është model qeverisje, është një nga personat cilët ka një kontribut shumë të madh për sa i përket forcimit të strukturave të Partisë Demokratike, forcimit të Forumit Rinor, por dhe marrjes pjesë të këtyre të rinjve në qeverisje. Pra, ajo që dua të them është që të rinjt mund të shikojnë, por dhe në nivel lokal ka shumë, mund të them, jo vetëm nga unë, duke filluar nga vetja si drejtues në disa institucione, por edhe kolegët mit, ish kryetari i Forumit Rinor para meje, zoti Shara, vazhdon ka qenë drejtori i tatime, drejtori i doganave, por gjithashtu edhe vazhdon të jetë drejtori i bujqësisë. Pjesa më e madhe e anëtarëve të Forumit Rinor, të cilët kanë ardhur nga Forumi Rinor, janë pjesë e strukturave të disa drejtorive, duke filluar që nga tatimet, po i quajmë tani në vjetër KSH-ja dhe disa institucione të tjera. Po kjo është akses që jep pushtetit. Dhe fal kontributet, jo. Ma lini këtë dyshime edhe të televizionit. Kjo është akses që jep pushtetit. Lutem, më lëtë mbaroj ashtu. Fal suksesit të qenies së tyre në administratë, qeveri, ne kemi arritur që të kemi një model qeverie dhe një model për të marrë shembull për sa i përket asaj që ka ndodhur në Shqipëri nga 2005 deri sot. Edhe për ta shtuar, shumë të rinj që diplomohen sot, në pamundësi sepse kemi më tepër njerëz që diplomohen se sa nevojë për vendet të punës, pra nuk kemi atë balancën apo raportin e duhur midis kërkesës dhe ofertës, nevojës pra dhe sa janë të diplomuar. Atëherë shumë të rinj sot përzgjedhin për të futur në një forcë politike, ma hitin poshtë podeshët, sidomos tek forca politike që janë pushtet te LSI apo te Partia Demokratike, sepse shikojnë si mundësi printimi për gjetur një vend pune. Dhe ajo që u përmendë pak më parë, le të bëjmë pak skeptik, them, që është mundësi apo avantazhim që krijon pushteti. Askush nuk është ndaluar për të marrë pjesë në një organizatë partnerët të Partisë Demokratike siç është Forumi Rinor, por të jeni të sigurt ju që askush nuk mund vi nga hiçi, duke mos pasur asnjë lloj formimi personal, por edhe familjar, nuk mund vi dhe të arrijë majat siç pretendoni ju në mënyrë kaq shpejt. Të paktën në Partinë Demokratike të Vlorës dhe në Forumin Rinor të Vlorës kjo gjë nuk ka ndodhur dhe nuk besoj se do të ndodhi. Jo, nuk jam paragjykus. Flas në tërësi, dal jashtë optikës Vlorës. Në tërësi, atje çdo sistem ka të metat e veta, çdo mund të themi që ka çarjet e veta dhe njerëzit gjejnë mënyra për të deportuar brenda këtyre të metave që ka sistemi. Megjithatë, mund të them që ne jemi duke punuar që të thithim brenda Forumit Rinor të Partisë Demokratike njerëz të cilët janë të shkolluar jo vetëm në Shqipëri por dhe jashtë shtetit, të cilët ne më lejoni të them një gjë. Neve kemi jo vetëm njerëz në kryesinë e Forumit Rinor të Vlorës, ka personazhe të cilët nuk janë pjesë e qeverisjes, por janë një model suksesi. Unë mund të konfirmoj që antar kryesisë të Forumit Rinor drejtojnë banka në qytetin e Vlorës dhe janë një model suksesi. Po të them që Gjezhnika është drejtori i Intesa San Paulus dhe është një model suksesi, ka 8 vjet që drejton Bankën Amerikane. Bankën Tirana, zoti Taulan Shaska është antar i kryesisë forumit dhe është një model suksesi. Pra, ajo që mund të them, ne nuk jemi thjesht për shkak të politikës në qenie të institucioneve, por puna dhe kualifikimi i tyre ka bërë të mundur që ata të jenë në një stad tjetër. Pra, nuk për të konfirmuar atë që jo vetëm politika ka bërë punën e vet në qeninë e tyre në drejtimin e këtyre institucioneve. Dhe modeli që ju thash jashtë politikës i dy personave është modeli më i mirë që ne kemi brenda Forumit Rinor. Zoti Cakan, ju e shikoni gjithçka në optikën e një pjesëtari të një force politike dhe unë më pëlqen që ju me zjarr mbroni pikërisht politikën. Jo me zjarr, me fakte zoti Evangjeli. Me pathos. Me fakte. Ndërsa jo, faktet nuk mendoj se janë kaq saktë sa thoni ju. Sepse duke parë Shiko, zoti Evangjeli, po ta shikosh qytetin e Vlorës, lutem. Ju pohim që thatë një model qeverisje. Po ta shikosh qytetin e Vlorës. Shiko, ju folën. Është i rrethuar, do të lëm, të kërkoj ndjesë për ndërprerje. Qyteti i Vlorës është i rrethuar nga investimet e qeverisë dhe po ta shikosh qytetin brenda është një katastrofë totale. Qyteti është në errësirë, qyteti është
Zoti Vangjeli, ju banoni qytetin e Vlorës, më thoni ka trotuar dhe drita rruga e centrales duke filluar që nga ish godina e shërbimit informativ deri te Bishti Kallëdrëmit, ka pas ndonjëherë drita dhe ndonjëherë trotuare? Po të bëjmë një pyetje retorike? Po. Pse rruga transballkanike ngeli në një kthes me një Zoti Vangjeli, nuk vazhdoi. Rruga transballkanike është e kalueshme apo e pakalueshme? Është me standard apo pa standard? Rruga transballkanike nuk ka përfunduar, unë po flas për rrugë të cilat duhet i bëj bashkia. Po kur ka filluar zoti Çaka? Rruga që nga Kur ka filluar? Rruga ka filluar dhe është në proces është duke mbaruar. Do mbaroj. Jo të gjitha bëhen njerëz. Mua më vjen mirë që ju Atëherë ju duhet keni parasysh edhe një gjë që kriza evropiane ka bërë ndikim ka pas ndikimin e vet dhe mbi krizën ekonomike. Shqyrë që pranuat. E ka pranuar kryeministri. Jo, dje tha vetëm në Shqipërinë dhe Gjermani s'ka krizë. Në Shqipëri efektet e krizës janë ndjerë, por Shqipëria vazhdon të ketë rritje ekonomike zoti. Ti jemi realist, unë nuk kam të dhënat e fundit të bankës botërore thonë që profesionin zoti Çaka dhe do më lësh të flas pak. Jo, do më lësh të sqaroj vetëm dy fjali. E para njerëz, sipas statistikave të bankës botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, Shqipëria vazhdon të ketë rritje ekonomike sipas qeverisë shqiptare 3% dhe sipas Bankës Botërore 0.5%. Pra, këtë shifra i dini dhe ju, i din gjithë teleshikuesit, të janë bërë publike nga institucionet ndërkombëtare, nuk janë bërë nga ne. Por, të më thuash ti mua tani që qeveria shqiptare ka faj që gjysmë e qytetit Vlorës përmbytet nga uji, gjysmë e qytetit Vlorës, më thuaj çfarë rrugë të re ka hapur Bashkia e Vlorës brenda qytetit Vlorës. Më thuaj edhe një herë aksi më i rëndësishëm i cili do ta bënte të mundur që turistët shqiptar të kalonin dhe të akomodoheshin shumë më mirë duke kaluar për në ujë të ftohtë dhe në Orikum, aksi që nga shërbimi informativ shtetëror deri tek po themi Instituti i Sigurimeve Shoqërore është aksi më i shkatruar në qytetin e Vlorës. Mos harroni të prekni edhe grandin vetë ndaj Bashkisë së Vlorës. Po kam qejf mos më prisni. Po patjetër. Kjo që thoni ju për rritjen ekonomike të Shqipërisë mua kujton prallën e komunizmit që do ani me luftë Floriri. I çojnë luftë Partia Komuniste, të lutem mos më prit. Unë të dëgjoj me respekt. Partia Komuniste çoi në luftë partizanët, edhe fshatarët, edhe qytetarët, u tha do ani me luftë Floriri, në fund fare me luftë Druri. Edhe rritja ekonomike duke filluar nga kryeministri, duke mbaruar te realiteti, është një prallë luftë Druri, sepse rritja ekonomike në Shqipëri, të paktën në vitin që kaloi, kryeministri deklaroi me zë të lartë një forum partisë tuaj që rritja ekonomike është 12%, pastaj vati 9%, pastaj vati 7%, FMN arrinte në heshtje, doli Bodja tha 5%. Mandatin e parë ka qenë më lart. Jo, po marr shembull vitin e kaluar. Vati 3% përfundimisht vati 1.7%. Madje vali zoti Bode ka minimizuar edhe disa shpenzime të cilat janë dukur të tepërta të qeverisë për shkak të këtij problemi. Për ta mbaruar, për ta mbaruar. Prandaj këto cifra që jepni ju për rritjen ekonomike mua nuk më duken shumë bie. Shiko, zoti Vangjeli, unë jetoj në qytetin e Vlorës. Lam bëm komunistë unë flaj deri në fund. Pralla me Jo, unë nuk e prova. Megjithatë ato që më thatë ju, çka nga ju më duket pralla. Unë kam marrë të them disa të vërtetat. Vërtetat janë këto që them unë. Jo, ja këtu sem dakord. Me këtë pohim nuk jam dakord. Po pra, po vërteta nuk jam të thoni ju. Më lejoni të ngrihemi dhe të vëmë qytetin e Vlorës dhe të bëjmë verifikimin e këtyre që them unë. Dhe që janë. E para, qyteti i Vlorës ka rrugën që nga tuneli, i cili për rizë të vërtetës është rikonstruktuar dhe është bërë i ri nga qeveria shqiptare dhe ajo që ishte më e çuditshme në qytetin i cili shërben qyteti i Vlorës, kryetari i bashkisë nuk ishte pjesë e inaugurimit, zoti Gjika. Megjithatë kjo nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që ne kemi bërë aksin, kemi bërë të mundur qytetarëve shqiptar aksin nga tuneli deri në Sarand, premtim i cili nuk ishte në programin elektoral Partisë Demokratike. Po aksin mbi tunel. Premtim i cili nuk ishte, më dëgjoj me mendje. Jo, më dëgjoj ju. Sarand Vlorë nuk ishte premtimi i qeverisë. Po aksi mbi tunel si është? Por është bërë. Aksi mbi tunel. Aksi mbi tunel është pjesë e Bashkisë Vlorës. Po pse kjo poshtë? Kjo në tunel që nga pjesë e Bashkisë e qeverisë. Është ndarje administrative e qytetit. Qyteti ndahet tek e di dhe unë ndarjen. Themi te Miramarja. Di dhe unë ndarjen. Ndahet tek Alaja me rruga nacionale me rrugën. Atëre tuneli është pjesë e Bashkisë apo jo? Po patjetër për qeveria shqiptare. Pse qeveria shqiptare dha fonde për të bërë tunelin? Po. Dhe nuk dha fonde për të rregulluar dhe rrugën lart paralele. Po se s'mund bëhen gjithë ato gjëra njëherë, edhe rruga zoti Vangjeli, po ta shikosh me vëmendje historinë e rrugës mbi tunel është rikonstruktuar, është paktën është hedhur shtresa një 10 herë dhe 10 herë është prishur. Shiko, unë do të bëjmë mbrojtjen e Bashkisë së Vlorës. Tani këto 10 herë Bashkia e Vlorës ti kish mbledhur lekët në një dhe ta kish bërë vetëm një herë zoti Vangjeli. Nuk dua të bëjmë mbrojtjen e Bashkisë së Vlorës, se s'kam asnjë akses, Nuk kam asnjë akses. Por njëkohësisht nuk dua që ne të ngopim me lugën zbrazët. Do i kthem dhe ju bëni pohim më fal. Përgjigjes parë, jo të mbarojmë të kthej përgjigje një se unë prandaj jam këtu për të kthyer përgjigje. Unë jam për të kthyer përgjigje tyja për të thënë që
rritja ekonomike nuk është një prallë, sepse nuk ka si të ketë rritje dhe dyfishim të rrogave dhe pensioneve pos pati rritje ekonomike, zoti Vangjeli, është matematik, 1 + 1 bëjnë 2, dhe nuk ka se borxhi ekonomik shqiptar o zoti Cakë. Është brenda limiteve të përcaktuara në kushtetutën. Jo brenda limiteve, është në kufirin maksimal. Brenda limiteve. Pra ne jemi në buzë greminës borxhi, edhe borxhi publik edhe borxhi. Asnjë nga institucionet ndërkombëtare nuk e ka thënë këtë. Ka thënë që ne kemi nivel të lartë të borxhit, por nuk ka thënë që është alarmant. Edhe FMN ka deklaruar që shiko, Shqipëria po vazhdoi me këtë. Zoti Vangjeli, borxhi, jemi në buzë greminës. Kur ligjet e qeverisë shqiptare përcaktojnë që 60% është niveli i borxhit dhe ne jemi 59, do thotë që ne jemi në rregull. Kur të kalojmë nga 60, mund ta bëjmë këtë bisedë bashkë zoti Vangjeli. Po, kur të kaloj 60 mbas jemi atë. Jo, ky niveli i borxhit me cili nga vendet mund të krahasohet, domethënë, nëse mund japim shembuj të tjerë që janë vendet e Bashkimit Evropian, po të shikojmë me vëmendje. Vendet e Bashkimit Evropian ka nivelin e borxhit nga 70 deri 90%. Prandaj dhe kriza evropiane ka arritur këto standarde. Dhe duke parë zhvillimet në Bashkimin Evropian, Fondi Monetar Ndërkombëtar së bashku me Bankën Botërore përcaktuan që vendet e Ballkanit duhet ta kenë nivelin e borxhit jo më shumë se 60% për të ruajtur dhe për të mos pasur një krizë e cila e çoi Evropën në një krizë të madhe financiare. Por bëhet një krahasim rajonal, po të flasim pak për Ballkanin. Krahasimi rajonal nuk mund t'ju them sepse unë nuk jam ekspert në shifrat e ekonomisë, por mund t'ju them që borxhi jon nuk është alarmant dhe askush nuk ka dalë që të artikuloj si alarmant. As organet që na monitorojnë, Fondi Monetar Ndërkombëtar, as Banka Botërore, askush nga këto institucione. Megjithatë, këto janë biseda shumë më të gjera dhe te kalojnë bisedat që bëjmë sot. Ne të kthehemi atje ku ne na cënohet. Pra, ne jetojmë në qytetin e Vlorës dhe në qytetin e Fierit. Ajo që më cënohet mua është që unë dal nga shtëpia dhe dal në Balt, dal nga shtëpia dhe rruga ku unë jam është e mbushur me ujë dhe unë nuk arri dot i vin makinë. Dal nga shtëpia dhe jam i detyruar që të shmangem sa andej këtej sepse rruga Vlorë-Skel është jashtë standardeve, është shtruar të paktën 10 herë dhe mundohem të shmangem gropave për mos të hyrë pastaj në rrugët në përlaqe që janë bërë nga 10 herë përsëri, por ajo që duket qartë është që qyteti i Vlorës vazhdon të jetë kthyer në një fshat, nuk është më qytet. Është më kollaj të jetosh në një nga komunat, ta mbaroj, një nga komunat periferike të qytetit, ku ka dhe drita dhe rrugë. Asaj që ju po thoni, por qyteti i Vlorës, realiteti sotëm është që është katastrofë. Nuk po e shpresë sepse edhe në emisionin zëri juaj në shumë telefonata që vinë nga qyteti i Vlorës. Aspekt tjetër shumë të rëndësishëm që është ka një infrastrukturë që lë shumë për dëshiruar. Ju kërkoj ndjes. Një fjali vetëm. Ajo që është shumë e rëndësishme. E rëndësishme është që një bashki duhet mbledh taksat të cilat duhet pagojnë bizneset për të bërë të mundur që me këto taksat të arrijë të bëjë diçka. Okej. Unë mund të konfirmoj me qenien time si ish drejtuesi i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, nga një verifikim që kemi bërë ne në terren, rezulton që të paktën 210-215 biznese të vogla në qytetin e Vlorës nuk janë të regjistruara fare pranë tatimeve të bashkisë. Nuk janë të regjistruara sepse duke u vajtur dhe duke u bërë kontroll, njëri është kushërime kryetari, njëri kushërime nën kryetari, njëri është nga fshati kryetari, njëri është nga fshati nën kryetarit, nuk bëhet shteti me të qenurit nga fshati Armandos apo nga fshati Zoti Xhika. Bëhet me të vajtur, me të paguar taksat dhe detyrimet siç i pagon te kolegu i tij që është ngjitur, dhe nuk mund të ketë është e pafalshme në një qytet që të ketë 214 biznese të parregjistruara. Atëherë, sipas pra nuk po heq asnjë prezë që Vlora ka. Nuk është meritë e madhe ti je tifoz i flamurtarit, meritë e madhe. Nuk është meritë e madhe ti je tifoz i flamurtarit. Meritë e madhe është i shërbesh qytetit Vlorës. Pra, në gjithë këtë problem të infrastrukturës brendshme të qytetit Vlorës, që nuk besoj se ka qenë vetëm e këtij mandati Zoti Xhika të fituar në 2011, por ka qenë në mënyrë permanente, siç thoni ju. Dhe me gjithë këtë punë të mirë që ka bërë Partia Demokratike sipas jush gjatë këtyre viteve që qeverisë. Qytetarët e Vlorës thonë bobo, mbasi e zgjodhen. Pra, ta përfundoj. Flas, po nuk është zgjedhje e parë. Flas pra, nuk që ka ndërgjegjësuar ky qytetar i Vlorës që po zgjedh për të tretin mandat radhas. E ka zgjedhur, nuk do të zgjedhë dot më. E ka zgjedhur për të tretin mandat radhas. Pra, në krye të një bashkie prej 12 vjetësh, vetëm tani është ndërgjegjësuar që ky nuk po punon mirë, nuk po drejton mirë bashkinë e Vlorës, dhe nga ana tjetër, edhe në zgjedhjet parlamentare, ju si forcë politike, jo ta përfundoj që Zoti Xhika, ju keni humbur si forcë politike në po pra, qytetarët e Vlorës kanë shprehur protestën e tyre ndaj Zotit Xhika. Po. Pra, në Vlorë ka një pjesëmarrje shumë të ulët të qytetarëve në votime. Po është punuar mirë deri para 2011-s dhe tani nuk po punon mirë apo çfarë? Lutem, qyteti i Vlorës nga statistikat, po ti marrësh ti shikosh vit pas viti, flas në vit elektoral gjithmonë, shikojmë që pjesëmarrja në votime nuk e kalon 38%.
vetëm në zgjedhjet e fundit pjesëmarrja ka vajtur 41%. Pra po të shikojmë nga 100%, 38% merr pjesë në votime dhe zoti Gjika merr ato vota që merr dhe ne marrim ato vota që marrim, qytetarët e Vlorës kanë pasur një farë kanë shprehur kontestimin e tyre ndaj gjithë punës dhe aktivitetit zotit Gjika. Po si ju kanë përkrahur ju gjithsesi? Por gabimi Pra dhe ju s'keni qenë bindës. Jo, pra pikërisht pra se gabimi i tyre ka qenë që nuk kanë arritur të na japin dot ne besimin me këtë indiferencë. Por besoj që tashmë gjërat janë më të qarta dhe mandati i jashtëm në qytetin e Vlorës të bashkisë do të jeni të sigurt që do t'i përkas PD-s. Zoti Çakani, fillimisht do të lutesh shoqërisht të më lini ta mbaroj mendimin, se s'ma keni vjet tash në unë dua që të bëjmë bisedë brenda realitetit, të themi vërtet. Atëherë si studiova me vëmendje, kam dëshirë të ndjosh deri në fund me vëmendje. Po ti më dëgjon se unë zgënjej zoti Evangeli. Po as unë nuk jam gënjeshtar. Jo, Bile po them jam më realist. Do të më bësh abonem. Janë këndvështrime, janë më realist sepse e shikoj nga një këndvështrim jashtë partive politike, jashtë sferave intervencës politike. Situatën dhe gjendën e Vlorës. Ju bën një pohim që thatë ne kemi sjellë një model qeverisje. E thatë edhe në shkallë lokale edhe në shkallë kombëtare. Unë po ju them që nuk jam absolutisht dakord me këtë pohim. Pse nuk jam dakord? Dua t'ju bëj një pyetje retorike. Më thoni zoti Çakani, unë nuk të kërkoj llogari për qeverinë, për kryeministrin, po me që ju fajsoni këtë forcë politike, mendoj që jeni detyruar më thoni sa të më përgjigjeni për këtë pyetje që do të bëj. Më thoni cila shtresë shoqërore, po e themi Partia Socialiste në qeverisin e saj ishte parti kriminale. I la pas dore të gjitha shtresat shoqërore, e la pas dore gjithë Shqipërinë, la bandat, la padrita etj. Kjo është e vërtetë? Po. Edhe unë po them po, me plot zgojën. Tash nga 2005 deri tani. Më thoni zoti Çakani, cilën shtresë shoqërore i dha zgjidhje problemeve partia juaj? Ishte për një politik, të lutem, ishte për një janë në grevë. Ishte ushtarakët, me që janë pjesë e tyre, janë pikën më të hallë, më të madh. Ka marrë pension deri në 200-300.000 lekë, dhe pensioni i ka vajtur deri në 110.000 lekë, sa nuk me një pastrues e rrugësh, kur ju garantoj që sakrificat e oficerit dhe në atë kohë, kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha. Sepse ndërsa të tjerë të rinin dhe gëzonin edhe festa familjare, edhe darkat me familjen, oficeri ishte detyruar të rinin në majtë të malit. Ashtu ishte politika. Dhe ish mësuesit janë në protestë. Ja. Po, më vjen keq është. Ish minatorët janë në problem. Shëndetësia në problem. Dhe shumë ministra dhe qeverisë suaj të akuzuar për korrupsion. Prandaj më thoni, cilën shtresë shoqërore partia juaj e ngriti në atë nivel që thotë po, kjo qeveri është e sukses. Shiko, ky nuk është realiteti. Realiteti është krejt tjetër. Realiteti është që Partia Demokratike ka marrë përsipër borxhin ndaj ish përsekutuarve. Kur them borxhin, ka marrë borxhin moral që i ka shoqëria këtyre të përsekutuarve. Jo atyre që janë grevë, flas përsekutuarve. Borxhi moral tjetër partia punës sa doje, të jepte veprat e nivelit, të jepte fletadërimi, të jepte sa të doje. Të lutem, mund mbaroj. Ka marrë përsipër borxhin moral ndaj përsekutuarve, jo ndaj atyre që janë grevë, ndaj gjithë përsekutuarve. Nuk janë as 7, as 10, as 1.000, janë 20.000 apo ndoshta edhe më shumë. Po 21.000, thonë shifrat. Ka marrë borxhin moral që Partia Demokratike ja ka marrë përsipër të përsekutuarve që nga themelimi i saj në vitin 1990, e ka kthyer në borxh ligjor dhe ka materializuar në borxh ligjor. Pra, ka marrë përsipër me ligj që t'i dëshpërblej këta të përsekutuar. Të cilët pavarësisht se gjithë ky proces ka pasur probleme jo vetëm për faj të qeverisë, por edhe për faktorë të cilët nuk varen nga qeveria shqiptare sot që flasim, por ajo që mund të themi dhe që t'jemi krenarë është që Partia Demokratike ka pas gjithë vëmendjen ndaj kësaj shtrese. Nuk mund të më thot njeri mua që nuk ka pasur të përsekutuar që të ketë marrë bursa për fëmijët e vet, nuk ka pas përsekutuar cilët të jetë ndihmuar 92-96 për të streuar, për të privatizuar në po themi në gjëra minimale, por dhe gjëra të mëdha, po flasim edhe për ndërmarrje dhe fabrika. Tani ka një stagnacion. Stagnacioni fillon 97-2005. Duke qenë se 97-2005 shtresa ishte për ndjekurve, nuk merr asnjë lek, atëherë fillon rritet borxhi kur vin PD-ja në pushtet, sepse fillojnë të rriten kërkesat. Tani Partia Demokratike nuk ka thënë asnjëherë që
u jep lekët persekutuarve. Paktën norma e përcaktuar nga qeveria shqiptare është norma më e lartë, ju e dini gjithë tashmë është publike, norma më e lartë në gjithë Evropën ish komuniste. Pretendohet kështu. Është më e larta, deri tani nuk ka dalë njeri të thotë që se Bullgaria, Hungaria apo Rumania ka më të lartë. Është $18.6. Po nga 50.000 në 20.000. Megjithatë ka një gabim të zotrinjve që janë futur në grev. Zotrinjt duhet kishin bërë negociata me qeverinë shqiptare për të arritur një ndërmjetësim për të zgjidhur ato probleme të cilat nuk mund. Po pse se bën qeveria diçka të tillë? Edhe një herë. Nuk e bën atë që kërkosh qeverisë, nuk mund të futesh në grevë dhe pastaj t'ia kërkosh. Atëherë ajo që mund të them unë që nuk mund të futesh në grevë ti, po të kërkosh të mbështesin faktorë të cilët kanë dallim klasor me ne, nuk mund të pranoj unë që Gjergj Ndreca, i cili ka vuajtur në burg, dhe e vërteta është që ka vuajtur në burg, të jepin makinën apo në ambulancën e zotit Rama dhe të vetë kurohet një anin. Nuk është më i besueshëm zoti Ndreca që kërkon parat e veta. Let mos e lë monolog, po ta bëjmë në formë dialogu. Jo, që ta mbaroj logjikën time. Unë nuk dua ty në emra, ata kanë gjithë drejtën e tyre për kërkuar, por puna është që një njeri kur fillon dhe hyn brenda kërkesave duhet të kërkoj dhe të shikoj që ato që kërkon a janë të realizueshme, nuk mund të kërkosh të pamundrën në një kohë ku qeveria shqiptare ka probleme të tjera që duhet të bëj dhe rrugët, duhet të ul dhe borxhin, duhet të Zoti tani ne nuk do të kriza kujtoni ambulancën e zotit Rama ju dhe nxjini në çdo ekran televizori që keni këtu ju. Dhe nuk kujtoni makinën me targën CD të ambasadës amerikane që vajti atje pa mirësinë, i mori nga çadra, i çojnë në ambasadë dhe i çoi prapë në çadër. Dhe doli tha, dialogo, ndryshe nuk je për këtë punë, largo. Po zotri, po Shqipëria nuk qeveriset nga ambasada amerikane. Jo, nuk qeveriset nga qeveria shqiptare. Po fatkeqësisht, të gjitha qeveritë shqiptare, kokën e kthejnë qafën e kthejnë nga ambasada amerikane. Edhe një herë, po ti dëgjoni deklarimet e kryeministrit. Po vetëm ambasada amerikane, lutem, çka kemi mbaroj. Deklarimet e kryeministrit janë të qarta. Ai thotë ne njohim borxhin ndaj shtresës përsekutuarve, ne distancohemi nga greva. Greva nuk ka asnjë lloj qëllimi tjetër përveç qëllimit politik. Por nuk ka për dalë. Një nga fatkeqësitë e 22 vjetë demokraci që quhet demokraci është përbaltja e kundërshtarit. Unë personalisht do të kërkoja që grevistët të dalin nga greveorisë mbas përbaltja e kundërshtarit është Partia Socialiste e futen greve t'ia kërkojnë Partia Socialiste. Përbaltja e kundërshtarit është një nga fatkeqësitë më të mëdha të këtyre 22 vjetëve që ne quajmë demokraci. Unë duhet të mbaroj të sqaroj sepse nuk e përball dot kundërshtarit. Unë jam pjesë që vi nga ajo shtresë. Po. Të paktën familja ime, unë personalisht jo. Megjithatë, ajo që mund të them edhe një herë që nuk mund të bëhesh palë me një parti e cila ka dallim klasor ndaj shtresës për ndjekur politik, qoftë kjo edhe me të drejtën më të madhe të Zotit. Ajo ka qenë atë me bindjen time të plotë që nuk mund të ngrihesh kundër të bëhesh me atë që s'ka dhënë asgjë kundër atij që t'ka dhënë qoftë edhe shumë pak. Po nuk është me atë, ajo është dallim shumë i madh. Keni radikalizim. Më lejoni të them që po radikalizoni për interesa ta kërkojnë kudo, jo tek mua. Ato kanë qenë deklarime. Të bëj më lejoni që të bëj një lloj paranteze? Janë rreth 20.500. Pastaj çfarë greveorie bëhet? Po do të lë, po çfarë greveorie bëhet? Po do të kur kryeministri i Shqipërisë bashkë me ministrin e Financave deklarojnë që ne jemi duke u dhënë lekë atyre zotrinëve. Unë se kuptoj akoma se çfarë kërkojnë. Atëherë më përgjigjem për këtë. Janë rreth 20.500 të përndjekur politik dhe janë shqyrtuar jo më shumë se 11.000 dosje tyre. Pra është gati 50%. Ja thani qeveritare. Po, që flasim me dokumenta. Nga ana tjetër, është një vendim i Parlamentit Shqiptar në 2007 që do të ndahen 8 këste për 8 vjet për të përndjekurin politik, ndërkohë që ka një vendim të qeverisë më vonshëm që e rrëzon në zgaboj është në muajin mars. Ku thotë se do ta marrin njerëz që ata që janë por pa fat do të bëhet edhe shpërblimi dhe njihet ky lloj borxhi por pa fat. Pra, nëse flasim për avans ekonomik nga qeveria shqiptare, nga ana tjetër pranojmë indirekt që nuk e ka më këtë akses ekonomik për t'i dëmë shëmbyer. Më falni. Dhe ju thoni që po e përdor Partia Socialiste këtë fakt, kjo është absurde, sepse të përndjekurin politik nuk besoj që ndonjëherë të kenë patur vota për të majtën. Dhe ana tjetër, po ju që përdorni këtë shprehje, nuk po e përdorni politikisht? Jo. Ajo e para njerë Partia Socialiste po mbështet disa persona të cilët janë në grevorie, nuk po mbështet. Po çdo të bënë Partia Socialiste, po mbështet ata që ka futur vetë në grevorie. Po çfarë mbështet i ka dhënë? Kjo është e vërteta. E vërteta është që të gjithë ata, sipas deklarimit asnjëri prej tyre nuk ka dalë që të kundërshtoj deklaratat e kryeministrit, që secili prej tyre ka përfituar, por nuk ka arritur dot që të menaxhojë, të çojë përpara të gjitha ato përfitime që ka pasur. Qoftë edhe të pakta, po ju siguroj. Megjithatë, ajo që është alarmante është që përse këta zotrinj nuk u futën në grev,
kur Ramiz Elias bashkë me Simon Stefanin e me gjithë me radhë, morën paratë e tyre nga dëshpërblimi, se nonsensi i madh në Shqipëri është që këta janë dënuar, nga këta që i kanë dënuar, marrin lek këta që janë dënuar, që kanë bërë burg të shkretët, marrin lek ata që kanë dënuar. Ka dhe një problem tjetër ligjor shumë madh. Nuk mund marrin lek dhe ai që ka dënuar dhe ai që është dënuar. Lek duhet marrin shtresët për ndjekur politik dhe këta zotrin duhet të marrin përsipër detyrimin përpara shqiptarëve që të kërkojnë falje këtyre zotrinëve për dëmet që kanë bërë, të persekutuarve, jo këtyre zotrinëve që janë grev. Dhe edhe një këta mund ta kanë filluar me qëllimin e mirë, por ndoshta brenda atyre ka pasur dhe persona të cilët kërkojnë që të arrijnë atë që është e pamundur. Ka pasur Ne vazhdojmë si para. Ka pasur dhe. Të japim të dy mendimet të dy palëve? Ju shprehni që Ne do bëjmë analizë. Atëherë ju thoni pse bëni një pyetje që mua më duket e pa vend. Pse këta e bën zgjedhje me atë grevën tash? Po këta nuk do të pyetim as ne as Partia Socialiste, duhet pyetur ata të grevistët. Pse e zgjodhën tash pikërisht kohën për të bërë grevën? Kam drejt gjykoj pse. Tjetra. Kohën kur e bëjmë grevën di unë që jam nevojtar. Mos e drejta ime mund të zgjedhësh për të lloj kohë. Unë bëj kur dua. Futen grevë ti kërkojmë. Unë bëj. Aty është zotësia juaj për ta gjetur këtë enik. Ne kemi marrë sipër borxh. Po imi që thoni ju, që ata mbështeten nga Partia Socialiste. Sigurisht. Unë nuk jam antar i Partisë Socialiste, edhe nuk besoj se bëhem të jetën time, jo asaj pas i partie. Se kam i betim të eshtër në vetën time. Por unë, po të ishta në kryet Partisë Socialiste, unë që ditën e 3 të grevës, do të mobilizoja Partisë Socialiste në të gjitha rrethet. Mobilizoja ata që kanë dënuar këta. Që ta mbështesin të grevë, sepse ata përpara se të ishte përsekutuar politik. Përpara se të jenë ishte burgosur, ata janë shqiptarë. Patjetër. Dhe unë, duke parë një shqiptar që vuante, unë do të dilja në krah. Ta them sinqerisht. Jo të ishte persekutuar, po çdo shkresë tjetër, që cilën ngjërurie, unë do të dilja në krah, do t'i mbroja. Ti po thua para dyta. Ti po thua pse s'u ngrit Partia Socialiste? Jo pse ngritur. Po jo thoni po e mbështet. Ora nuk po shkoj asnjë alternativë mbështetëse. Jo. Mbështetja dhe ambulancë ai dhe thoni mbështet ju. Mbështetja, jo, s'është. Jam i sigurt, po të ndodheshin portat të kundra, më fal ta marrë këtë. Kam qenë Jo, vetëm një fjalë të shkurtër. Kam qenë të dëgjosh. Mos kërkoni nga ne që të marrim Kam qenë të më dëgjoni ju. Kam qenë të më dëgjoni ju. Ne kemi marrë përshtypër borxhin. Kam qenë të më dëgjoni ju. Sikur të ishin portat të kundërta, pra të ishin në grevë, ish komunistët. Dhe të ishte Partia Socialiste në pushtet, po të them unë që Sali Berisha do kishte mbledhur me kuqe me maç nga gjithë Shqipëria dhe do vinin të mbështeste vetëm për të përmbysur pushtetin. Këtë e thua ti? Jo e them unë, po këtë e thon faktet 22 vjet. Okej. Dhe për të dalë, për të dalë një pyetje që për ta larguar edhe një çik këtë, sepse po flasin për borxhet, po flasin marrin këtë, ju dhe Bujahi jeni të vegjël, unë edhe Ytat Luftari e dim shumë mirë, edhe ti të kohën po marr një paralelizëm shumë vulgar, po edhe ti të kohën vet mori shumë borxhe për të ngritur ish Jugoslavinë dhe ku i tha dikush që ç'a bën, le të mas atje mund gjallë pastaj ata ti paguaj kushdoj kush deson. Kështu që kjo marrja e borxheve mua nuk më pëlqen. Ai që merr borxhe duhet llogarisë që unë marr borxhe unë do shkoj borxhin. Nuk jemi këtu për të treguar Barcelona, këtu jemi për të thënë shqiptarëve se ç'a ka ndodhur në Shqipëri. Atëherë dalim te një pyetje tjetër që ti themi ti më konkret zoti Armando Çakani. Në Shqipëri ka afërsisht 22 vjet demokracie, që ne quajmë demokraci. Në këtë 22 vjet, a mund të bëni një përshkrim të demokracisë vetëm në vitet e demokracisë ku ka drejtuar Partia Demokratike, Shqipëria ka patur progres? Po sigurisht. Apo gjatë gjithë kohës, edhe ka qenë Partia Socialiste? Ka pasur një progres të dukshëm në të gjitha qeverisjet e Partisë Demokratike. Po ka qenë Partia Socialiste në pushtet? Zoti Evangjeli më bën jam dakord me pohimin tuaj. Jo jam dakord me pohimin tuaj. Pak shkurt. Po ta s'kemi shtytim. Po jo, nuk dua, jam dakord me pohimin tuaj. Kam një shtytim për të. Po nuk e dua shtytimin, jam dakord. Po jam dakord. Me pohimin tuaj që më lër të kthehemi në vitet po gjatë kohës që ka qenë Partia Socialiste në pushtet, ka patur progres? Po këtë do të shpjegoj, pra më lër. Atëherë po të kthehemi vitit 1990, për fatin e keq Partisë Demokratike, zoti Ylli Bufi doli dhe tha që Shqipëria ka dhe 6 ditë bukë. Pra, doja të thoja me këtë që ne kemi marrë Shqipërinë. Po ishte më embël se në 97 o Çakani. Më lër të marrë. Po lajat po pse më? Po jo tash mos kalon, po të mos kalon ka gjatë. Po s'kemi kohë, kemi edhe pyetje tjera. Tash i lë mangut një pyetje e mbarojmë. Ajo ishte më embël se në 97. Që ndodhi kur ishte ju në pushtet. Po pra, më lër të vi aty. Se duhet vi aty. Jam te 92-shi, kur të vite 97. Po unë nuk dua ta kap një veshje mbaj me dorën e djathtë o Çakani. Drama më e madhe e këtij populli, nuk që ta dish, domethënë paktën në perceptimin që kam unë dhe me aq sa kam lexuar unë, drama më e madhe e këtij vendi është fakti që Enver Hoxha e mori Shqipërinë në gjendje katastrofe
në vitin 1945 dhe e mori pa bukë dhe e lanë në vitin 1990 pa bukë. Pra, Shqipëria 45 vjet nuk bëri dot një hap përpara. Po të them edhe unë që edhe ju e morën në thit pa bukë e keni quar edhe tash pa bukë, ama ta dini se ka plot familje që vdesin për bukë. Ne e morëm Shqipërinë nga 6 ditë bukët e zotit Bufi, quam në një standard shumë më të lartë deri në vitin 1997 për shkak të gabimeve tona të qeverisjes tonë. Po gjithmonë hajde di pas ka të cilat për shkak po them të gabimeve të qeverisjes sonë, Partisë Demokratike të marra përsipër dhe të pranuara nga kryeministri, neve arritëm që të kishim probleme me firmat piramidale, të cilat u shfrytzuan nga bandat e armatosura me në krye Partinë Socialiste për të rrëzuar shtetin ligjor në Shqipëri dhe për të sjellur në pushtet banditët të veshura me uniforma policie, me kullaro ministri, me kostume ministrash dhe nuk e di tjetër. Dhe nuk mund të harrojmë ne çka ka ndodhur që nga 97 deri në 2005. Nuk është kollaj, është komode për zotin Rama të bëjë opozitë sot, po nuk ka qenë komode për ne të bëjmë opozitë nga 97 e këtej. Mund t'ju sjellë në vëmendje për ju është komode të qeverisësh, po s'ka gjë kollaj për qeverisën nga 97. Do të sjellë në vëmendjen tuaj që pas 97 s'është vrarë dot Jetë Majdari. Zoti Çaka, ju jeni politik. Po më lutur shumë herë, unë jam lutur 100 herë pas edhe vllai. Unë marrë shtetimin do të gjej me mendje. Po pas 97 s'është vrarë në Shqipëri, është vrarë Azem Majdari. Dhe me lusi Partisë Demokratike, një nga liderët e dhjetorit. Pra nuk ishte kollaj që të bëja opozitë. U vrarë Fatmir Xhindi. Gjithashtu është vrarë Fatmir Xhindi, do sillen tani rastin kronologjik. Vrasja në çdo rast ngelet vrasje dhe jo, e kam fjalë që mos kujtoni vetëm. Po nuk mund vrasëm zotin Hajdari me zotin Xhindi. Pavarësisht se vrasja është situata më turbull, ndërsa sot më qet. Atëherë edhe një herë është vrarë Azem Hajdari para se listë Partisë Demokratike, është arrestuar ish lideri i opozitës zoti Berisha, është marrë dhe është mbajtur në mënyrë banditeske në përqelit e drejtorisë policisë Tiranës. Janë arrestuar. Nano bëri burg për atë po. Nano bëri burg për vjedhje, i dënuar për vjedhje. Prandaj edhe u dëm shpërbly apo jo? Shpërblim tjetër. Është shpërbleu kryetari i gjykatës i vendosi vetëm atje. Nëse ka qenë fakturë, atëherë ai do të fitonte dëm shpërblim. Atëherë edhe një herë. Fatos Nanon e dën shpërbleu kryetari i gjykatës, të cilin mbasi ardhjes tim pushtet e vendosi vetë. I zbardhni ju të vërteta nëse ai nuk ka pasur drejtë. Janë zbardhur këto vendeta për këtë arsye dhe Partia Socialiste nga pushteti në 2015. Kërkoni që të kthehet ajo shumë që ka përfituar Nanon nëse është pa drejtë. Po tani ne nuk jemi ka organe të tjera në Shqipëri të cilat merren me këtë punë, nuk jemi ne që merrem. Dhe për të ardhur më tej mbas vrasjes së Azem Hajdarit, mbas unë do të sjell në mendjen tuaj që kur kryeministri i Shqipërisë ish lideri i opozitës zoti Berisha ka deklaruar se do të vinë në qytetin e Vlorës në 14 maj të vitit 2000, po i referohemi deklaratave të bëra nga Partia Socialiste e Vlorës, eksponent lart saj, por dhe nga deklaratat e bëra çik më lart në selin qendrore të Partisë Socialiste, janë bërë deklarata që Berisha vetëm i vdekur mund të vejë në Vlorë. Jemi të gjithë prezent, mund të marrim kasetat e televizionit dhe të shikojmë, po flasim për vitin 2000, ku ishte akoma e vështirë që në Shqipëri të bëjë opozitë. Pra diskutojë që ish lideri i opozitës, sot kryeministri i vendit, diskutojë që vende në një qytet apo nuk vende në një qytet tjetër. Pra, që nga viti 97 deri në 2000, 3 vjet kohë, qeveria shqiptare drejtuar nga të majtët, nuk arrinte të rivendoste rendin në Republikën e Shqipërisë. Rendi kur vetëm me qeverisjen, me vetëm e qenien si ministër, vetëm e qenien si ministër i brendshëm i zotit Oldashit, për ca muaj u azizuan 200 banda. Kjo tregon që këta ishin të pleksur dhe të kapur me njëri tjetrin. Koleg, do më lironi 2 minuta? Po. Tani të mbaroj të vetëm 2005 s'ka mbaruar. Dhe mbas kësaj, në vitin 2001, në zgjedhjet e 2001-shit, në qytetin e Vlorës, Partia Socialiste ka nxjerr tanket nëpër qytetin e Vlorës, në lagjet Çole, ku ka kandiduar zoti Remzi Haxhiu. Ka nxjerr tanket për të vjedhur votat. Të pasqyrora këto në atë kohë nga televizioni Top Channel, i cili sot ka qëndrime të kundërta, por për atë kohë ka pasur qëndrime të tjera. Megjithatë, dua t'ju them që ne kemi bërë opozitë komode, në kuptimin e mirëfillt fjalës opozitë pa telashe, kemi bërë vetëm 2 vitet e fundit. Ne vazhdojmë dhe në vitin 2005 ne kemi pas probleme serioze me grupe kriminale të cilat mbështesin Partinë Socialiste në përqendrat e votimit. Dhe po t'i referojmë zgjedhjet e fundit të 2011-s për kryetar bashkie, mund t'ju siguroj unë që ka pasur probleme serioze në gjithë Shqipërinë ku grupe të caktuara kriminale kanë mbështetur fort Partinë Socialiste. Grupe të cilat patën një agent tjetër në ngjarjet e Ky është këndvështrimi juaj. Grupe të cilat dhe me pohimin e ambasadorit amerikan patën një agent tjetër në ngjarjet e 21 janarit. Ato 300-400 veta që bën atë që bën.
Mos kishim dalë te 21 janari. Atëherë 2 minuta zoti Çakani. Dalim. Se ju po flisni gjithmonë në frymën e thash, në frymën e partisë që përfaqësoni. Unë pak më thash, kam një këndvështrim tjetër. Unë kam një pyetje. Jeni gazetar zoti Ivani? Po, gazetar dhe jam shumë komod. Pasiruar të vërtetën. Jam shumë komod që jam gazetar dhe jam në pozicion shumë komod që them të vërtetën. Sepse sot ju po vuat këto që po vuat dhe ne i dëgjuam. Pak shpejt kolegu Sako. Nëse pas jush, në këtë karrige që jeni ju do tulet një faqësues Partisë Socialiste, ai do thotë të kundërtën. Pra do thotë të lutem tash. Të lutem, Ska bërë një rrugë nuk ka sjell drita dhe ujë në Shqipëri. Vetëm një vërejtje kështu të përgjithshme, ta ngresh edhe në formën e Partisë tonë. Ju përfaqësues Partisë Demokratike, keni një tipar shumë dallues që në çdo studio televizive nuk e lini kundërshtarë të shprehë. Kemi shumë për të folur zoti Ivani. Po, edhe unë kam shumë për të folur. Atëherë më lër, siç dëgjova me vëmendje, më dëgjoti me vëmendje, edhe e regjistroj dhe më kundërshtoj apo më aprovo. Atëherë përfundimisht. Pra, po të vi një përfaqësues Partisë Socialiste pas jush në këtë karrige, do po të kundër. Do thotë që udhëheqjet e Partisë Socialiste në vite kanë qenë të suksesshme, ndërsa të Partisë Demokratike kanë qenë negative. Unë që shikoj në këndvështrimin e një gazetari prej kaq shumë vitesh, që kam ndjekur nga afër politikën shqiptare, po të pohoj me plot gojën dhe kam bindjen time këtë, nuk e kam bindjen të një kolektivit më të gjerë, që të dyja qeverisit, dhe qeverisja e Partisë Demokratike dhe qeverisja e Partisë Socialiste, po Shqipëri ka qenë katastrofike. Sepse ne jemi të fundit që u futëm në vizat në Europë dhe na vi turp, të mos mburremi, të mos bëjmë mitingje elektorale që u futëm. Ne jemi të fundit që u futëm në NATO dhe na vi turp. Ne jemi të fundit për mos të vetmit që në Ballkan marrim me kushte pranimin në Europë. Por këto gjëra në vend turp. Prandaj, të lutem. Prandaj, të lutem. Dhe për mendimin tim, një nga shkaqet kryesore të këtij regresivitetit, të kësaj prapambeti është se çdo forcë politike që vjen në pushtet nuk ka guximin, nuk ka kulturën, nuk ka mentalitetin politik të udhëheqjes për të shtrirë dorën kundërshtarit. Të shtrirë dorën kundërshtarit dhe t'i hapi hapësirën, t'i hapi shtegun aq shteg sa ati ja lejon demokracia. Por ju vini me një mlef. Por them ju, kam parasysh çdo klasë politike që vjen në pushtet. Vjen me një mlef dhe opozitën e shikon si një lec. Ju, lutem, tash i dalë pyetja. Ishte një konstatim. Pyetja. Zoti Çakani, ju jeni një përfaqësues i një force rinore që mendohet që nesër do merrni fatet e Shqipërisë në dorë. Sepse sot si keni ju nga partia, ju jeni nuk po them vetë partisë, po jeni në mbështetje të partisë. A mendoni ju ose a keni ju potencial politik, intelektual që nesër kur të merri pushtetin, kur them ju domethënë flas për brezin tuaj, që këtë mentalitet shqiptar për ta parë opozitën si armike, ta hidhni poshtë? Shko, ne duke i referuar dhe pak më parë çfarë thatë ju, ne vërtet kemi çikmanim për ndërhyrjen e po i quajmë të pushtetit. Por për shkak të mungesës kohës kemi shumë gjëra për thënë dhe kena ndodhur që ndërhyjm pak si shpesh. Por jo për të qenë jo komunikues me ju. Megjithatë, ajo që mund t'ju them unë është që Shqipëria sot vazhdon të qeveriset nga një brez i ri. Domethënë, po ta shikosh. Po Irisa Berisha ma bie shprehjen ta them direkt. Kryeministri është më i ri. Po edhe se ai 22 vjet pushtet në komunizëm, ai 22 vjet pushtet prapë në demokraci. Zoti Evangeli, kryeministri është më i riu, po flas për të rinj. Po jo. Unë flas mentalitet të ri, nuk flas. Po folon për mentalitetin të kryeministrit, kemi gabim. Shikoni me vëmendje pjesa më e madhe e kabinetit, ish kabineti po dhe kabineti i ri, pjesa më e madhe e institucioneve kryesore qendrore të ministrive po dhe të varësisë qeverisën nga një brez shumë i ri. Zoti Evangeli, ne kemi fatin e madh si Parti Demokratike që të përshmojmë tek njerëzit një frymë pozitive për shkak se pjesa më e madhe e drejtuesve janë të rinj. Ti i thosh deputeti do ta bëj si 21 dhjetor. Juve banoni Lor dhe po ta shikoni me vëmendje pjesa më e madhe më lër. Po nuk i thuat deputeti do ta bëj prapë si 21 janar, që do të varrosh prapë. Kjo nuk është frymë demokratike. Të lutem zoti Çakani. Unë mendoj për një frymë. Unë më lër të shpjegoj që nuk mund të kërcënosh kryeministrin e Shqipërisë. Po edhe kryeministri nuk mund mund të vritet individ. Të lutem, nuk mund të kërkosh. Shko, Partia Socialiste së bashku me disa organe tjera kushtetuese kërkuan që të bënin puç dhe grup shtetin në Shqipëri duke rrethuar kryeministrin. Duke mbajtur kryeministrin dhe duke sulmuar kryeministrin 5 orësh. Pa Greqia po diqet të gjitha sprovitet me gjithë arsenalin e mundshëm. Greqia po diqet të gjitha. Dhe prokurori e përgjithshme del në televizion dhe thotë që ishte ngjarje në bulevard së bashku me ish presidentin. Kujt lejon kush e lejon një gjë të tillë, qoftë kryeparlamentares apo qoftë kryeministrit Berisha, që të bëjë një artikulacion që nuk e përmban asnjë anal i fjalorit më të papranueshëm institucional, aq më tepër për atë kredit që përfaqësoi,
ndaj figurave qendrore, siç është kreu i shtetit apo qoftë kryeprokuroria. Ana tjetër, më fal, kam tani për unë besoj atë që ka thënë zonja Topalli është pak a shumë ajo çka mendojnë gjithë shqiptarët për personin fjalë. Jo, ky është këndvështrimi juaj. Nuk besoj se shqiptarët janë kaq drastik. Është realisht. Megjithatë, duke qenë se vini nga një shtres e ishtë përndjekurve, ju vetë, ndjeni komod tek stadioni gjuhën e kryeministit Berisha që artikulon ndaj grevistëve, ndaj asaj shtrese prej nga vini dhe ju? Unë ndihem shumë komod në artikulimet e kryeministrit i cili kërkon persekutuarve që të jenë pjesë e Partisë Demokratike, që u njeh atyre borxhin moral që u ka kthyer në borxh material dhe ligjor dhe që po bën maksimumin e mundshëm. Gjuha e ashpër, gjuha e artikulimit, gjuha e fyerjes, si përdor kryeministi Berisha, është komode dhe ndjeni, domethënë ndjeni rehat që jeni brenda kësaj partie tek stadioni gjithë të ndjem rehat kur ju po më thoni që një pjesë të persekutuar kërkojnë që të ngrihen dhe kërkojnë politikisht kërkojnë gjëra të cilat bjen kundërshtime ato me moralin e tyre. Kryeministri i Shqipërisë, që është përfaqësues i forcës suaj politike, që dhe ju këtë qeverisje keni patur si model frymëzimi, duke qenë të rinj, ndjeni komod tek stadioni këtë lloj fjalori? Sigurisht ndihem shumë komod. Kryeministri i Shqipërisë ka bërë maksimumin e mundshëm duke bërë të mundur që nëpërmjet gjitha institucioneve shtetërore, së bashku me Institutin e Përndjekurve Politik, i ka krijuar gjithë hapësirën e mundshme për të bërë atë ligj dhe atë legjislacion dhe ato lista të cilat janë hartuar për dëshpërblimin, të cilat i ka shkuar Ministrisë së Drejtësisë. Ministria e Drejtësisë ka përpiluar listat dhe ka bërë gati gjithë materialin e mundshëm ku i ka shkuar për zbatimin Ministrisë Financave, sepse është bëhet fjalë për dëshpërblim financiar, dhe në fazën kur fillon dëshpërblimi financiar, na del që një pjesë shumë e vogël që pretendojnë që janë ishte përndjekur, ju si përfaqësues i një shtrese do ishte përndjekurve. Po e kam të qartë, ndjeni komod, jo ju ndjeni komod. Unë jam shumë komod. Me gjuhën që përdor kryeministri. Kryeministri i Shqipërisë si përfaqësues, si pinjoll i një familje nga shtresa ishte përndjekur politik, i keni marrë dëm shpërblimet të gjitha dhe jeni çdo gjë rreth familja ime ka pasur privilegje për shkak të persekutimit në masën e caktuar, qoftë në vitin 92-96, por dhe në vazhdim stërgjyshi im, pra gjyshi i babait tim, Bektash Cakrani, është pushkatuar nga qeveria komuniste në vitin 1946. Në djenin time, familja ime ka marrë një pjesë të legëve për sa i përket vitit 92-97, 96, dhe sot kanë aplikuar dhe presin që të marrin dhe duhet këtë dalë dhe emri për të treshur pjesën tjetër të legëve sipas radhës dhe sipas këstit që është caktuar nga qeveria shqiptare. Jeni kushte pak më komode se ata që grevojnë. Jo, të gjithë janë listë. Prandaj ndoshta ju tingëllon, gjithsesi nuk mundemi dakord me atë gjë komode, zotrim, po ti biesh për dëshpërblim financiar, unë nga ato lekë që do të merre nuk më bie asgjë. Flas për gjuhën që përdoret. Gjuha që përdor kryeministri është në vazhdën e gjuhës që përdorin ata zotërinj. Është kryeministri i vendit tani. Jo grevistët, ata zotërinj. Është kryeministri i Shqipërisë. Kryeministri i vendit. Dhe pavarësisht se prandaj është të tregoj vendin kryeministri. Se çfarë statusi mund të ketë dikush tjetër, ai përfaqëson nuk është vetëm kryeministri i Partisë Demokratike, po të gjithë. Në debatet që bën midis Abraham Lincolnit dhe Douglasit ka qenë modeli më i mirë zhvillohet që është para 2 shekuj, ndërsa sot na jepet një leksion tjetër. Kryeministri është në të drejtën e tij për të kthyer përgjigje kujdo dhe për çfarë. Po na trem në ju të rinjt atëherë, nëse gjërat do të vazhdojnë me. Po na bën që mos besojmë atëherë ju të rinj. Gjuha e përdorur nga kryeministri është në përgjigje të gjuhës përdorur nga grevistët, të cilët kërkojnë lekët e tyre, jo lekët e persekutuarve. Sigurisht, lekët e tyre. Sepse nuk kanë një persekutuar tjetër që të kërkojë lekët e tyre të persekutuarve. Po ai s'mund të digjet tani. Po ata 7 veta po kërkojnë lekët e tyre zotëri. Dhe mirë bëjnë që kërkojnë lekët e tyre, pavarësisht forma dhe mënyra të cilën unë nuk besoj që nuk është korrekte ajo që kanë bërë. Unë besoj që ata për vuajtjet që kanë bërë, të cilat nuk u amohen askush, të gjenin një gjyq përbashkët me drejtorin e Institutit Përndjekurve Politik dhe të kërkonin në mënyrë zyrtare takim me kryeministrin, qoftë herën e parë, por dhe të përsëritur, nuk mund të kërkosh takim me kryeministrin dhe takosh kryeministrin kur do ti. Kryeministri i Shqipërisë ka një agjendë, do gjesh mundësinë dhe kohën e duhur për të takuar kryeministrin dhe për të biseduar për ato probleme të cilat një pjesë e madhe tyre ishin zgjidhur duke biseduar me kryeministrin. Nuk e kuptoj pse ndodhi që këta zotërinj u futën në grev. Për të kërkuar drejtën e tyre ekonomike. Megjithëse që ka bërë Partia Demokratike me këtë analizë, sepse edhe minutat i kemi të limituara, mendoni se është komode për të kërkuar një mandat të tretë në 2013? Ne ajo që është e sigurt dhe që ne ndihemi shumë komod është
fakti që ne kemi për çat flasim për sa i përket mandatit të tretë. Një mandat që tashmë dita ditës sa vjen e konfirmohet. Mund t'ju siguroj që ne do të kemi një fitore jo vetëm si koalicion, por si Parti Demokratike, një fitore po të them historike për Shqipërinë. Shqiptarët tashmë janë zgjuar dhe janë ndërgjegjësuar dhe ajo pjesë e cila nuk besonte te politika, po duke parë gjitha to arritje dhe këto zhvillime që kanë ndodhur në Shqipëri për sa i përket integrimit të vendit në struktura të cilat na bëjnë ne të mundur që të ndihemi të respektuar dhe komod, pra integrimin në Bashkimin Evropian, në NATO, liberalizimi i vizave, po dhe Smerita juaj kjo apo jo? Po sigurisht. E Partisë Demokratike. E vonesës është e Partisë Socialiste. E sigurisht. Po ta shikojmë. Do të thonë gjithmonë fajin e ka. Jo. Gjatë qeverisjes 97-2005 ja keni vënë fajin Partisë Socialiste që ishte në pushtet. Ndërsa gjatë këtij mandati 2005-2012 ja vini fajin Partisë Socialiste që është opozitë. Tani unë e kuptoj pyetjen tuaj, unë dua përgjigje. Antarësimi i NATO është marrë në qeverisjen e Partisë Demokratike. A ka faj Partia Demokratike gjatë këtyre viteve? Ka, më thoni pa në këtë ka gabuar. Faji vetëm i kryeministrit dhe i qeverisë shqiptare është tolerimi i tepërt që i ka bërë kërkesave të Partisë Socialiste. Është i but kryeministri. E cila kryeministri i Shqipërisë është më i butë se ç'duhet. Kjo është e sigurt. Ajo që Kjo është e vërteta. Ne i kemi dhënë ombudsmenin Partisë Socialiste. Ne i dham Partisë Socialiste, i dham zgjidh avokatën e popullit, bjerë emrin i tha kryeministri, do ta votojmë në parlament. Ju vut edhe Silva Konti. Mbajti 4 muaj avokatin, të lutem. Kur të çojnë lagun në fytyn ndërkombëtar. Jo, ja dha ombudsmenin. I tha, hajde në parlament, bëje ligjin e gjykata administrative, bëje vet, e prori në parlament dhe nuk e votoi. Pastaj erdhi te grada, tha nuk votoi gjykatën e lartë sepse dua qarkun e Fierit, nuk mund të vësh interesat e Shqipërisë me interesat e partisë. Sepse ta jam mësuar që Shqipëria qeveriset nga partia 50 vjet dhe tani vazhdojnë të vënë interesat e partisë me interesat e qeverisë e Shqipërisë. Ne po ju themi shqiptarëve që ky zotëria ka një artikulim nga ndërkombëtarët ku thotë që Shqipëria nuk ka plotësuar dhe ka status të kushtëzuar për shkak të reformës parlamentare, e cila u bë për ish vërtetës dhe rregulloria e Parlamentit të Shqipërisë është rregulloria e adoptuar motamo sipas rregullores Bashkimit Evropian, Parlamentit Evropian. Kemi gjykatën e lartë, e cila kërkon 3/5 e votave, pra praktikisht kërkon dhe votat e opozitës dhe administrata publike, por pa harruar luftën ndaj korrupsionit dhe krimit. Patjetër, po që këto janë 3 kushte të cilat statusi ngelet i kushtëzuar. Nuk besoj që prapë do ta çoni një fajin tek opozita apo jo? Jo, patjetër që nuk i çojmë fajin askujt. Ne nuk po themi që në Shqipëri nuk ka krim, nuk po themi që nuk ka korrupsion, ne po themi që ka krim dhe korrupsion dhe po i luftojmë. E kemi luftuar dhe vazhdojmë ta luftojmë. Jo më kot në Shqipëri janë paktën mbi 300 zyrtar të lartë, 300 zyrtar të lartë mesëm dhe të ulët të arrestuar për këtë fakt, por të lartë në çfarë rangu? Deri në çfarë rangu? Janë të ndaluar pastaj dal nga burgu pas 6 ditësh. Kush është i dënuar? Atëherë edhe një herë në Shqipëri policia e shtetit shqiptar, e cila që është dënuar, një pushtetar lartë që është dënuar. Po, lutem, po ta them unë pra. Po. Në Republikën e Shqipërisë institucionet janë të ndara. Pra, policia e shtetit shqiptar ka arrestuar që nga zënës ministra, drejtor drejtorish, drejtor të përgjithshëm për akuzën e korrupsionit. Institucionet cilat nuk varen nga qeveria shqiptare, gjykata, prokuroria dhe organet tjera, kanë bërë punën e tyre. Ne kemi mbaruar punë për pjesën që i takon qeverisë shqiptare. Ne nuk mund të bëjmë, që kryeministri nuk mund të bëjë dhe prokurorin dhe avokatin dhe gjyqtarin. Bën kryeministrin e Shqipërisë. Kjo është e vërteta. Po besojmë. I kthemi sërish çështjes 2013. Jo, lutem zoti Sako, se jemi drejt fundit. Atëre, po keni bërë një lloj analize jo brenda kësaj një fjalë tjetër, lutem, për ta mbyllur punën e shtytimit. Shtresa i shpërndivë politikë. Për këtë do të votojnë 2013. Të them diçka për kushtëzimin e statusit. Kushtëzimi i statusit, ju e dini shumë mirë dhe gjithë shqiptarët e kanë të qartë sepse kanë parë në dritën e diellit nëpër televizionet publike që ka pasur një bllokim 2 vjeçar që mbas zgjedhjeve të 2009-s nga ana e Partisë Socialiste, e cila kërkonte me dojmos që të merrte votat cilat si kishte sajat. Pra, kërkonte qeveriste duke qenë minorancë. Dhe ka sjell grevën e oris, ka sjell bllokimin e parlamentit, tërheqjen nga parlamenti, artikullime të forta nga shefi i opozitës. Po të dojë opozita, ne këto kushte dhjetori plotësojmë apo jo? Po sigurisht janë ligje që votojnë me 3/5, sigurisht. Pra, domethënë po të dojë opozita. Atëherë meriton do ta marr ajo për futjen. Po ta marri.
Së bashku ta marrim. Se nga valori Zotëri nderuar, kryeministri i Shqipërisë mbas marrjes statusit deklaroi që ky është një gëzim për gjithë dhe është një fitore për gjithë. Kam dëgjuar te zonja Bregu xhanëm, kam dëgjuar te zonja Bregu. Jo, e mohon. Hajde të testojmë së bashku se është një e mohon tërësisht dhe fajsonte. Jo, zonja, më thoni, më thëni një përgjigje. Shtresa ishte për një politik në 2013-ën. Parë në optikën tuaj, në cilin ka do të votoj? Nuk mund të ketë rrugë tjetër dhe pyetja juaj në fakt më tingëllon pak e çuditshme. S'është fare e çuditshme. Të persekutuarit janë natyrshëm te Partia Demokratike. Pavarësisht të trajtimit që bët, ha? Partia Demokratike e Shqipërisë është partia e qendrës djathtë, ku në taban të saj ka të persekutuarit, ka shtresën e të përndjekurit dhe ish-pronarëve, të cilët i kanë dhënë Partisë Demokratike shumë, vazhdojnë të japin shumë dhe do të japin akoma më shumë. Po, a gëzuat pak më parë që po i përdor Partia Socialiste? Ja pra që prapë te ju po përdor një pjesë të vogël. Nuk besoj se të persekutuarit e Shqipërisë janë, unë nuk di njëri tjetër përveç këtyre shtatëve që të ketë kërkuar parat nga qeveria shqiptare për parat cilat po i merr. Tani ne dalim televizor ministri. Sa do ti marr, jo. Dy ministra dalin, ka mbaruar kësti i parë dhe ka filluar i dyti dhe këta vazhdojnë thonë duam të dytin, nuk e kuptoj dot punën e kujt bëjnë. Një ndërhyrje këtu. Megjithatë, për ta mbyllur të persekutuarit, unë e garantoj që do të jenë nuk mund të jenë te Partia Socialiste, nuk mund të jenë asnjë lloj partie tjetër, nuk mund të jenë as në aludimet, unë shikoj me vëmendje në aludimet tuaja të krijimit të këtyre partive të reja. Nuk mund të jenë as me partinë e re të s'kam bjetur as për topin as për aleancën. Janë aty ku kanë qenë, ku do të jenë gjithmonë. Sepse aty janë natyrshëm, aty ndihen komod, aty ndihen të vlerësuar. I trajtoni atë zoti Sakani. Po i trajtojmë. I trajtojmë më me dinjitet. Sigurisht që po i trajtojmë dhe kemi trajtuar dhe vazhdojmë të i trajtojmë me dinjitetin e mundshëm brenda limiteve të ajo gjë përdorur nga kryeministri nuk mund të themi që është dinjitet, gjithsesi. Po nuk është artikulim ndaj persekutuarve deklaratat e kryeministrit. Zoti Sakani. Është ndaj grevizëve. Ka një dallim midis persekutura, gjithsesi apo jo. Letra me vlerë që ka marrë zoti Ndreca nuk besoj se ju e mohoni që i përket asaj shtrese politike. Po patjetër që ka marrë, po njerëzit me kalimin e kohës fillojnë ndryshojnë agjendën e tyre. Dhe ka një agjendë tjetër. Të ndryshme nga agjenda që kemi ne. Zoti Sakani, përpara se të pyetën kam dëshirë të bëj pak analizë, kam dëshirë të dëgjoni me vëmendje. Pak shpejt se jemi në 30 sekonda. Ju po huat që e meta më e madhe e kryeministit shqiptar është toleranca ndaj opozitës. Unë po i them që po i sjell ndërmendje ju që e gërsin më thonë sa që kryeministi ka shpagur jo ndaj opozitës, por ndaj gjithë popullit shqiptar. Kemi gërdecin, kemi kërcënimin në parlament të hapur të deputetëve duke kujtuar edhe motrat që i çojnë për bordello, duke i kërcënuar se do ja bëj fytyrën keq se fytyra. Nëse sholla e kputucës fytyrën. Jeni një anshëm zoti Magjid. Lutem, jo, këto janë realitete, këto i ka parë gjithë populli. Mos harroni artikulimet ndaj familjes kryeministit. I ka parë gjithë populli. I vrau në 21 dhjetor, 21 janar dhe u tha në parlament prapë, të lutem. I vrau ligji ata, nuk i vrau. Ligji, dakor. Jo më mirë, ju thoni që këto shprehje pastaj janë shprehje të butësisë kryeministit. I vrau ligji. Të lutem. Këto deklarime që thot zoti Sako, thoni që janë parlament u tha, rrini urtha se ja bëj prapë si 21 janar. Patjetër. Atëherë, të bëj një pyetje zoti Sakani. Çfarë duhet të bëj tjetër kryeministri ndaj opozitës ndaj popullit shqiptar që thuhet i egër? Kryeministri nuk ka bërë asgjë kundër opozitës. Kryeministri ka zbatuar ligjin ndaj gjithë personave të cilët kishin një agjendë tjetër nga mitingu i Partisë Socialiste në 21 janar. Agjendë tjetër, kjo e vërtetuar nga gjitha deklaratat, jo vetëm kryeministrit. Ju e dini shumë mirë që ambasadori amerikan në një deklarim të tij deklaroi publikisht që tha se një pjesë e turmës Partisë Socialiste kishte një agjendë tjetër. Dhe nuk është artikulimi i bërë nga kryeministri i Shqipërisë, por unë besoj që askush në një demokraci ligjore nuk ka të drejtë të marrë përsipër që të sulmoj organet cilat janë kushtetuese. E me qemi tek ambasadori amerikan, kryeministrin. Zoti Withers, në zbarjen e kablogrameve dhe vlerësimit që ka bërë, ish ambasadori. Po, ish ambasadori, jo. Cilat të deklarime i ka bërë pasi ka ikur nga Shqipëria. Flaset për Arvizun siç ka thënë. I ka artikuluar dhe fajet e Partisë Demokratike, por po them edhe për zotin Arvizu që shprehet. Partia Demokratike duket e lodhur nga pushteti. Ky është mendimi i ambasadorit. Ne ndihemi më të gjallë se kur, më vital se kur për të bërë. Do të fitoni vetëm apo me LSI-n 2013? Ne do të fitojmë në vitin e ardhshëm zgjedhjet parlamentare në koalicionin më të madh që ka parë ndonjëherë vendi. LSI është jashtë apo brenda këtij koalicioni?
ne do të fitojmë zgjedhjet në koalicionin më të madh që ka parë ndonjëherë Shqipëria. Po ja lini një derë hapur nëse si të largohet. Ne jemi për bashkëpunim me çdo forcë e cila është forcë që në parimet e saj ka integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nëse do të mbisni, parashikoni që kryeministri Berisha mbaj fjalën të largohet nga politika? Kryeministri nuk ka në politikë zotëri, nuk ka me në qoftë. Kryeministri po kam që se gjithmonë në zgjedhje ekziston ofi tonë humbet, 50% janë mundësit. Kryeministri ka të gjithë formimin për të marrë vendime në kohën e dur, por besoj që nuk mund të japim dot kënaqësinë, ju do të prisni edhe për shumë kohë për të parë vendimin e kryeministrit për të larguar nga politika. Këtu në këtë studio pas zgjedhjeve 2013 do të jemi sërish bashkë. Po sigurisht do të jemi përsëri bashkë. Se jemi në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë. Atëherë megjithëse bëhet mirë që ngacmohet këtë, për ta përmbyllur fare. Vlora ka kreninë e saj, ata ego të lishme, labërishte do thosha, që ky 100 vjetor më së shumtit ta ketë epiqendrën pikërisht në Vlorë, ashtu si në kulmimin në vitin e para 100 viteve të 28 nëntori 1912. Ndihet atmosfera për hir të vërtetës? A ka një akordim, le ta lëm pak me një politikën, ti zbutim pak tonat, qoftë nga pushteti vendor dhe nga pushteti qendror, ka një akordim që të ketë një finalizim të përbashkët që Vlora me të vërtetë të kulmoj në 28 Shiko, unë besoj që 100 vjetori i pavarësisë nuk është 100 vjetori i qytetit Vlorës, është 100 vjetori i gjithë Shqipërisë. Ne ndihemi krenar sepse kjo ka ndodhur në qytetin tonë, ndihemi akoma edhe më të vlerësuar kur do të jemi qendra e këtij eventi. Sigurisht ne do të jemi qendra e këtij eventi, aq më tepër që kjo përkon edhe me 5 vjetorin që e ngritjes flamurit që duhet ta ngër sipas protokollit duhet ta ngër presidenti i Republikës së Shqipërisë. Në qytet ka filluar të ketë vendosje të flamurëve dhe disa investime të cilat janë në vazhdimsi e sipër. Nuk mund të konfirmoj që janë për 100 vjetorin e pavarësisë apo janë investime, por ajo që duket sot që flasim bashkë është vetëm vendosja e disa flamujve nëpër qytet, që në mendimin tim duhet kishte filluar çik më para, por besoj që nuk është dhe mjaftueshme. Nuk e di, nuk mund marrë përsipër të them programin që ka bashkia dhe çfarë do ndodhi konkretisht, por besoj që do të ketë një rakordim të qeverisë shqiptare me Bashkinë e Vlorës. Zoti Gjika ka kërkuar më tepër vëmendje nga qeveria. Jo për të kundërvënë Gjikës tani, jo të bëjmë analizë. Të bëj politik. Sigurisht. Nuk e di se çfarë do ndodhi në ditët në vazhdim nga qeveria shqiptare ka Shqip Bashkisë Vlorës. Për punë nuk dua ta ngushtoj bisedën në çështje lekësh, to janë çështje administrative të cilat i takojnë bashkisë dhe qeverisë. Unë them atë çka duhet ndodhi në qytet. Ajo që duhet ndodhi në qytet duhet jetë një qytet i bashkuar për hir të 100 vjetorit dhe shpresoj që ky bashkim dhe fryma e tolerancës që do të karakterizohet nga dita e 100 vjetorit të pavarësisë në 28 të vazhdoj dhe mbas datës 28 dhe shpresoj që opozita shqiptare të jetë më tolerante duke bërë të mundur që të ketë kërkesa të cilat të jenë brenda limiteve dhe jo kërkesa të cilat thjesht janë kërkesa dhe nuk kanë asgjë të vërtetë brenda. Besoj se do politizohet. Toleranca vjen nga i dobti. Tani toleranca vjen nga i forti, vjen nga i dobti. Më mirë që nuk u transformua apo që të zhvendosej në Tiranë kjo festë apo jo. Jo, nuk besoj se ka pasur ndonjëherë tendencën për të zhvendosur festën. Një ide është hedhur. Jo, këto janë thjesht deklarime publike të bëra nga persona të caktuar. Nga ne kryeministit. Do ta zhvendosur, do ta qendruar në Tiranë këtë. Ka pasur deklarime dhe vazhdon të ketë deklarime që në Shqipëri do të festohet 100 vjetori i pavarësisë, jo vetëm në Vlorë. Unë vi nga familja ime vjen nga rreth i Mallakastrës, do të ketë festime jo vetëm në Vlorë, por edhe në Mallakastër, por edhe në Fier, sepse siç e dinë gjithë shqiptarët ka pasur një kontribut të vyer dhe shumë të madh nga ana për mbritjen e Ismail Qemalit nga Dushti deri në Vlorë. Dhe Mallakastra dhe qyteti Fierit ndihen krenar për këtë eveniment, pra për ndihmën që kanë dhënë, ndihmën po t'i referohemi dokumentave të kohës, ndihmën shumë të madhe sepse filmi Nëntori i dytë e përshkruan udhëtimin e Ismail Qemalit, më fal që po bëj pak histori, e përshkruan si një gjë të thjeshtë, ku në fakt ka pasur disa ditë peripeci për mbritjen e Ismail Qemalit në Vlorë dhe fal mallakastriotëve, fal edhe kontributit dhe unë ndjej një kënaqësi shumë të madhe të familjes time, pra të Ajredin dhe Bektar Sakranit, të cilët kanë bërë të mundur që Ismail Qemali të jetë në ditën e caktuar dhe në kohën e caktuar në qytetin e Vlorës
për t'i dhënë shqiptarëve atë ditë që ju kishte munguar për shumë kohë. Do kishte nëntorin e dytë, do kishte jo nuk ka po një pinjolli këtyre, një pinjolli i familjes Çakan është firmëtar i aktit të shpalljes së pavarësisë. Po. Ky është një eveniment që Atëherë, duke qenë në fund të bisedës, zoti Cakrani, do doja të përcjell dhe një mesazh për gjithë ata të rinj të cilët e kanë ambicjet e tyre pjesëmarrjen në politikë. Shiko, mesazhi im është i thjeshtë, është i qartë, ne ashtu siç kemi bërë gjithë këto kohë do të vazhdojmë të bëjmë dhe në të ardhmen duke bërë thirrje dhe duke punuar me ta, duke biseduar dhe duke i afruar pranë Partisë Demokratike. Dhe kemi arsye për çfarë i ftojmë, ne po i ftojmë që të vazhdojmë të çojmë përpara reformat e nisura. Jo, flas për te një forcë politike, për gjithë ata të rinj që duan të merren me politikë, pavarësisht ngjyrës. Po, patjetër, po që duhet të afrohen politikës sepse të rinjt janë shembulli më i mirë nga i cili politika mund të mësojë dhe mund të emancipohet. Ne jemi shembulli më i qartë i zhvillimit që ka pasur ky vend në historinë e vet dhe vazhdon të ketë. Ne do të jemi gjithmonë ata që po ta vini re, Shqipëria është me popullsi shumë të re dhe ky është fat shumë i madh për një kombë dhe ne mundohemi që të jemi sa më aktiv për sa i përket zhvillimeve që janë të momentit, por dhe që do të vinë në të ardhmen, për të bërë të mundur që Shqipëria të mos ishte ajo që ishte, të mos jetë kjo që është, por të jetë akoma dhe më mirë, duke bërë që ne të jetojmë komod, të jetojmë mirë, të jetojmë pa probleme, pa mungesë të ujit, të dritave, të jetojmë në kushte ku të kemi lulishte, ku të kemi shkolla, ku të kemi vende ku qytetarët të argëtojnë dhe të mundohemi të afrohemi standardeve të cilat janë standarde që duken standarde shumë të larta, por janë minimale për sa i përket jetesës së qytetarëve. Dhe unë shpresoj vërtet që kjo Shqipëri me njerëz të rinj, me moshë mesatare të re, të ketë politikë të re me njerëz të rinj dhe jo politikë të vjetër me njerëz të rinj. Faleminderit, apo politikë të vjetër me njerëz të vjetër, më keq. Faleminderit zoti Cakrani që ishit sot në dritë. Faleminderit juve, ishte një kënaqësi biseda. Gjithashtu faleminderit zotit Vangjeli për ndërhyrjet e tij. Faleminderit kolegu Sako dhe juve. Të nderuar televizionistë, kemi ardhur kësaj në fund të bisedës në studio dritë në Oqean. Kemi pasur të ftuar kryetarin e Forumit Rinor të Partisë Demokratike për Vlorën, antar i kryesisë kësaj partie, zotin Armando Cakrani dhe kolegun tim Vangjel Sako. Do takojmë sërish të prendën e ardhshme në orën 21 deri atëherë, natë mirë dhe mirupafshim.